Të ngjatjeta shqiptar të nderuar. Është mjek, por krahas mjekësisë vazhdimisht merret me politikë, duke qenë njëri nga aktorët kryesorë shqiptar në skenën politike të Maqedonisë së Veriut. Në 2 mandate qeveritare të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, ishte ministër i jashtëm dhe zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Disa e lavdëronin si suksesshëm, disa e kritikonin. Një pjesë e shqiptarëve e quanin pro-Macedonas, një pjesë e Macedonasve pro-Bulgar, saqë ja deformonin edhe emrin nga Bujar Osmani në Bugar Osmani. Edhe pas humbjes në zgjedhjet lokale, vazhdon të jetë politikan me pozicion të lartë, partijak, por me vend pune doktor. Zoti Osmani, mirë se erdhët në Dialog të Lajm. Mirë u gjithë, faleminderit për ftesën. Zoti Osmani, ju ka prekur fakti që shpesh disa politikan djathtist, por edhe gazetar e analist Macedonas ju quanin Bugar Osmani, duke aluduar se mbroni pozicionet apo keni afirmuar pozicionet bulgare në negociatat me Maqedoninë e Veriut? Shif, am ka penguar ishte pyetja. A ju ka prekur, a ju ka penguar? Shif, unë jam gjatë kohën politike dhe këto retorika e rrjeteve sociale ose politikës ditore nuk më bën përshtypje. Unë jam i bindur se ajo që kemi negociuar me Bashkimin Evropian, me Bullgarinë aso kohë, ka qenë kompromisi më i mirë i mundshëm, duke parë interesin e të gjithëve, edhe të shtetit, edhe të Maqedonasve, edhe të shqiptarëve, edhe gjithë qytetarëve që jetojnë këtu. Po t'isha ngarkuar shumë me atë se çka thuhet në politikë, nuk do mundesh atec në asnjë projekt përpara. Ashtu që jam me, si them, ndërgjegje të pastër sa i takon asaj se atë sa kemi mundur, kam dhënë maksimumin për një të ardhme më të mirë për gjithë qytetarët, për shtetin, për rajonin, për gjithësi, dhe nuk më bëjmë përshtypje fare këto komente. Ka qenë retorike edhe e rrjeteve sociale, por shpeshherë është përdorur edhe nga eksponentë VMRO DPMN-s. Ju nuk e keni fshehur asnjëherë faktin që si ministër që vjen nga radhët e shqiptarëve në negociatet me palën bulgare jeni vënë në mbrojtje të dinjitetit dhe identitetit etnik, kulturor dhe mbi të gjitha keni mbrojtur stoikisht gjuhën maqedonase. Kjo në Ballkan është pak, do të thënë, e guximshme, por atipike, besoj se jeni dakord. E dini pse? Unë jam ministri i parë shqiptari punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut. Domethënë, edhe në të kaluarën kur kanë gjetë shqiptar të ndershëm, do thoya nëpër pozita, ministër të jashtëm nuk ka mund gjejnë, se pozita është shumë sensitive. Edhe unë kisha barën edhe të ministrit jashtëm, që është barë në vete, po edhe ministrit të parë shqiptar. Dikush kishte menduar se roli im atje do jetë për të kujdesur për të punësuarit shqiptar, ose për ndonjë raport me Kosovën, me Shqipërinë, për politikën e jashtme do e bëm dikush tjetër. Edhe, ndoshta edhe ashtu na shohin ne ata. Ata na shohin si, ose qoftë shqiptarët, qoftë Macedonas, dikush që mendon që roli jon është një pakice që duhet të mbron drejtat e veta. Ne jemi ndërtuar në organizatën tonë politike, se ne jemi këtu bashkëpronarët, një shtëpie të përbashkët, ku ne bashkëllheqim. Edhe unë ditën e parë që jam fut ministrinë e jashtme, kam thënë unë jam ministër për gjitha temat, për gjitha kompetencat brenda ligjit. Mua më është ardhur, më është thënë ditën e parë, shif, kjo çështja me Bullgarinë është pak e ndihshme, është mirë ta merr kryeministri, ta merr ministri për çështje europiane. Ju kam thënë nga LSDM-ja? Në parkulare të ndryshme. Edhe unë kam thënë, derisa jam unë ministri i jashtëm, të gjitha kompetencat, për shkak se unë dua se cili të mësohet këtu, se ne nuk jemi politikan, të cilët jemi në qeveri për të mbrojtur të drejtat e komunitetit tim, po unë jam bashkëllheqës i një shteti me të drejtat dhe përgjegjësi dhe privilegjet barabarta. Dhe prandaj kam hyrë edhe në çështjen me Bullgarinë, si ministër me gjitha kompetencët. Shumë me rëndësi cili është ai botkuptimi juaj për rolin tuaj. A keni ndjenjë inferioriteti? Unë shoh tash në qeverinë të ndihshme njerëz të cilët janë inferior ndaj kryeministrit.
keni pa fotografit kur japin dorën kryeministrit, ata u ndriçon fytyra, për shkak se ata janë ndërtuar me Ja deri në atë mas. Apo nuk e di, e keni pa sigurisht ato fotografit kur i nxjerrin. Deri në ndriçim të fytyrave. Po është shumë e rëndësishme dhe prandaj ndoshta edhe iki prej teme, kam thënë ajo çfarë bën krenarët e këta studentë të cilët protestojnë se janë një gjenerat të cilët janë lindur pas marrëveshjes së Ohrit dhe te ata në asnjë moment nuk ka ndjenjë inferioritetin ndaj dikujt tjetër, se dikush është më i ditur, dikush është më i guximshëm. Unë kam hypër thy këto barjera edhe në ministrit jashtme, edhe në qeveri, se askush mua nuk mund të më sheh si qytetar i rendit dytë me më pak kompetenca ose me kompetenca të kufizuara. Dhe prandaj jam marrë edhe me temën e gjuhës, edhe me gjitha temat të cilat kanë qenë përgjithësi e ministrit jashtëm asaj kohe. Pra, thoni që nuk keni vepruar si politikan gjatë kohës kur keni qenë ministër, por keni vepruar si shtetar. Pra, si njeri i cili vihet në funksion të mbrojtjes së interesave të shtetit në përgjithësi, pavarësisht se janë në pyetje identitetet e shqiptarëve apo maqedonësve. Është më shumë dimenzionale, shihni. Identiteti i shtetit të Maqedonisë, ardhmja e shtetit nuk mund të analizohet veçmas prej identitetit shqiptar dhe interesit shqiptar në atë ardhme. Unë mendoj që roli im, përveç që ka thyer këtë barierë se ne duhet kemi rol të kufizuar në udhëheqjen e shtetit, unë mendoj që pjesëmarrja ime në negociatat me Bullgarinë ka treguar që shqiptarët po solidarizohen me bashkëqytetarët Maqedonas për një temë që është e ndihshme për ta. Po ai solidaritet duhet të ketë mirëkuptim dhe duhet të jenë mirënjohës për atë solidaritet që kanë treguar shqiptarët. Dhe shqiptarët janë ndier komod për pozicionin e tyre vis-a-vis këtyre negociatave, për shkak se kanë pasur përfaqësuesin e tyre pjesë të këtyre bisedimeve. Si ish ministri i jashtëm nuk ju atakojnë vetëm maqedonasit, por edhe një pjesë e shqiptarëve. Partia e re, Partia Vlen, e formuar nga disa nga miqt apo ish miqt tuaj, kërkon që ju të sqaroni publikisht raportet me Vladimir Stajićin, konsullënderi i Serbisë në Maqedoninë e Veriut. Ju pyesin se kush e ftoi atë në aktivitetet zyrtare dhe çfarë marrëdhënie keni pasur me të gjatë kryesimit të OSBE-s nga ana juaj. Ja, ky është një rast që ju të përgjigjeni. Lexova këtë kumtes, shifni, te Vleni është një problem se atje kumtesat e tyre i shkruan një ish deputet i VMRO-DPMN-s. Kumtesat e Vlenit i shkruan. Kush është ai? Nuk dua ta përmend me emër se tash ai ka punë profesionale, po është deputet i njohur. Është deputet i njohur dhe prandaj bie që të jetë njëri nga shtëpinë doktorët e VMRO-DPMN-s. Prandaj në keni guxim t'ia thoni? Nuk dua se është, shihni, prandaj në kumtesat e tyre shpesh e gjeni atë Prevedina albanski. Ajo i bie për thejën e shqip. Po, e shkruajnë në maqedonisht, pastaj logjika është e mbrapsht. Domethënë, zoti Osmani, me që ju e thatë. Jo, po përgjigjem për këtë pyetje. Po, ta saktësojmë këtë. Ju thoni që PR-in e Vlenit e bën Ilija Dimovci. Jo, nuk përmenda unë emra, unë thash. Ja, unë po përmend duke shkuar drejt linjës së aludimit. Po, nuk dua të përmend emra, por e di që fillimisht shkruhen në maqedonisht dhe prandaj është çësia shkret ndryshe prej logjikës si e shohin shqiptarët politikën. Përndryshe ky është mohabet kot në pritjen për OSBE-n, kemi thirrë të gjithë ata të cilët kanë ndonjë titull diplomatik, qoftë konsul deri, qoftë konsul të përgjithshëm, qoftë ambasador, dhe me sa njerëz vinë në për ato pritje. Ajo ishte një tentim për të arsyetuar këto zhvillimet në Kumanov me protestat e komunitetit serb për mbështetjet Vučićit, për të mbuluar diellin me shosh. Kërrejt e dinë edhe ata që kuptojnë politikë se Maqedonia e Veriut është bërë një lojtar i Serbisë këtu, është bërë një politikë e zgjatur serbe. Jo vetëm ne, domethënë raporti i Bashkimit Evropian, i Parlamentit Evropian, thotë se bota serbe ka kapur Maqedoninë e Veriut në të gjitha pikat e saj dhe kjo është një konstatim i përgjithshëm. E tash për të mbuluar, hajde do pshtym kundërshtarin, diçka do ngjitet, po nuk kalojnë ato po.
Ta duhet përgjigjen pse banka kryesore e Maqedonisë Veriut u ble nga banka sërbe me pronësi që njerëz të afërt me Vučićin dhe thuhet me kapital rus. Dhe kjo është serioze për shkak se bankat keni fjalën për Alta Bankën. Bankat nuk janë lojë. Bankat financojnë biznese. Bizneset financojnë parti politike. Dhe ju në këtë mënyrë bëni drejt për drejt kontroll, jo vetëm në dinamikat ekonomike, po edhe dinamikat politike. Dhe gjithmonë çdo shtet ka filtra se kush hyn te bankat. Prandaj Banka Popullore ka filtra të veçantë, se po ju u fut dikush në banka, ju kontrollon pastaj shumë procese shoqërore. Edhe kur ju hyn një bankë serbe afërt me presidentin e Serbisë, me kapital rus, ne kemi problem serios pasojat e cilës do i shohim vite më pas. Dhe këto janë tema për cilat do bisedohet, jo kush ka dalë në fotografi me në drejtim të denigrimit tuaj, sepse ju si kryesuesi i OSB-s keni ftuar edhe konzullin e nderit Stajić dhe jeni përshëndetur. Ato ftohen me preseans, ajo lista është Ministria e Jashtme dhe i fton Ministria e Jashtme të gjithë ata të cilët kanë ndonjë titull diplomatik, nuk i përcakton ministri kë fton kësë. Kushdo qoftë ai. Vlen shtron sipas tyre edhe një pyetje tjetër, me që ju në një farë mënyrë e hapët çështjen e raporteve me Serbinë, por këtu implikohen natyrisht në masë të madhe edhe raportet me Kosovën. Edhe për planin, siç e quajnë ata famkeq 9 pikësh ndaj Kosovës. Pyetja e tyre është pse është Bujar Osmani, ministri që mbështeti këtë plan, pra si kryesuesi OSB-s, kujt i shërben ai plan, Kosovës apo interesave të Beogradit, dhe sipas këtij plani në të thuhej se Kosova duhet të tërheq forcat e saj speciale policore, kurse Serbia duhet të ul gatishmërinë luftarake të forcave të armatosura. E keni dëgjuar edhe deklaratën e zëdhënësit të qeverisë së Kosovës, sipas të cilit deeskalimi që ka ndodhur në veri u realizua pa e dëmtuar sovranitetin e Kosovës. Domethënë ai ka qenë plani OSB-s për deeskalim në një situatë kur ne kishim informacione se po përgatiten si alibi prezenca e shtuar e forcave speciale për një ndërhyrje më e madhe, siç edhe ndodhi në Bansko me sulmin terrorist atje, duke u keqpërdorur situata të tilla për të krijuar një situatë e cila pastaj është vështirë para se të ndodh Bansko. Dhe prandaj qëllimi ka qenë të ndihmohet në deeskalimin e situatës, që mos përdoren si alibi disa zhvillime që pastaj të krijohet në terren një situatë e cila pastaj mund të ndryshon edhe rrjedhën. Ka qenë i konsultuar normalisht edhe me vendet anëtare të OSB-s, ka qenë edhe me përfaqësues në Kosovë dhe ka qenë thjesht një plan facilitues pa asnjë dëm për interesin e Kosovës, po në fakt në mbrojtje të interesit Kosovës, dhe ashtu e kanë trajtuar gjithë ata të cilët nuk kanë dashur ta keqpërdorin këtë çështje për politikë ditore. Ata që e njohin gjeopolitikën, ata që i njohin, dinë informacione pak më tepër se sa dihen publikisht, e dinë se çdo mos prevenimi, parandalimi ose deeskalimi e ndihmon situatën reale që është në Kosovë. Zoti Osmani, ju personalisht keni pasur takim me kryeministrin e Kosovës, zotin Albin Kurti, dhe ai keni diskutuar këto çështje, sepse këtu thuhet Kosova duhet të tërheq forcat e saj speciale policore. I bie që Kosova ti tërheq nga veriu. Kjo ka qenë, supozoj, ideja e planit. Ditën kur eskalon situata në veri, unë kam qenë vizitë në Kosovë. Dhe kam qenë në takim me kryeministrin Kurti, bile pastaj unë vizitova qendrën e trajnimit policëve. Kryeministri Kurti nuk ishte pjesë e protokollit që ai të më shoqëron të jetë bashkë me mua. Ai vendosi që të vjen me mua atje, të mbajmë fjalë për bashkët para kadetëve të ri, të mbajmë një preskonferencë pastaj të dytë bashkë para mediave. Ashtu që ka qenë kjo krejt në kuadër të, po normalisht në diplomaci, gjithçka thuhet publikisht, por
në atë moment OSBE-ja ka kriju pozicione për të lehtësuar pozicionin e Kosovës që mos të keqpërdoret nga qendra qëllimkëqia që pastaj të i përdorin ato si alibi për ndonjë ndërhyrje siç u tentua të bëhet me Bansko. Po pse ndodhi sulmi që u bë Juve? Po e quaj sulm, sepse i tillë ishte nga zëdhënësi i qeverisë së Kosovës. Duket se quhet përparim kryeziu. Ishte në funksion të asaj që ndodhe sot. Ju shifni qeveria e Kosovës të atakon edhe gjuhën shqipe në Maqedoni, edhe studentët, edhe Kjo është problemi. Ne nuk kemi problem se një parti politike në Kosovë mund të ketë preferencat e veta për të kështruar ndikimin në rajon. Mirë po, jo për të keqpërdorur interesat e popullit shqiptar kur do në rajon në funksion të pozicionimit vet aty. Këtu është vija e kuqe e cila po te i kalohet, se ne asnjëherë nuk ja kemi mohuar vetëvendosjes të tenton të shtrin lojtarët e vetë në për rajon, që pastaj dikush nga ndërkombëtarët t'i pyet ata se çfarë po ndodh në rajon, për të shtuar relevancën personale, po jo në llogaritë time. Jo në llogaritë gjuhës time, edhe të drejtave të mia të ndërtosh pozicionin tënd ndërkombëtar rajonal. Ky është problemi dhe në këtë funksion ka qenë edhe kritika në adretim. Mirë po, përsëri them, plani ka qenë në funksion të deeskalimit për shkak të informacioneve që kemi pasur, por mos lejuar që lojtarë të ndryshëm dashakçi të keqpërdorin për ndonjë pozicioni ndryshe. Zoti Osmani, ju në politik jeni i njohur, paktën për mendimin tim, për fjalor të matur, jo fjalor të ashpër. Sa po përdoret një fjali e cila sipas mendimit tim është retorik e ashpër, që qeveria e Kosovës atakon gjuhën shqipe. Qeveria është institucione, është e popullit, po partia politike. E keni fjalën për lëvizjen vetëvendosje. Po. Pra nuk menduat jo për institucionin për institucionet e Kosovës. Megjithatë, zoti Osmani, është fakt, partia juaj, zoti Ahmeti, u vut në shërbim të projektit Ballkani i Hapur, i cili e përjashtonte Kosovën. Jo, nuk është e vërtetë që e ka përjashtu Kosovën. Domethënë projektin Ballkani i Hapur e ka koncipuar, ne për herë të parë kemi ndëgjuar në zyrën e kryeministrit Rama në Shqipëri. Edhe Ballkani i Hapur ka projektuar gjitha 6 vendet e rajonit brenda për të dhënë një mesazh Bashkimit Evropian se ne dim të bashkëpunojmë për shkak se ata na shihnin ne si të papjekur për antarësim në Bashkimin Evropian, se ju nuk mundeni as të bëni një komunikim mes vete, edhe kryeministri Rama aso kohë donte të tregonte se ne kemi kapacitet për bashkëpunuar dhe jemi të pjekur në rrugën e BE-s. Pastaj Kosova vendosi që mos të jetë pjesë e saj, edhe këtu projekti pastaj përfundoi ashtu si përfundoi. Mirë po ka nis dhe ne prej ditës parë kemi thënë se ky projekt ka kuptim vetëm nëse janë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Por unë personalisht, po edhe zoti Ahmeti për herë të parë, për emrin, në fillim është quajtur mini Schengen, nëse ju kujtohet. Po, mini Schengen. Pastaj është bërë Ballkani i Hapur, ne kemi ndëgjuar në zyrën e kryeministrit Rama. Kjo ka qenë ideja. Si të hiqen, për shkak se ishte një konstatim aso kohë se maunet, kamionet që bëjnë transportimin e mallrave në Ballkan, 70% të kohës e kalojnë në pika kufitare, 30% në rrugë deri te destinacioni i tyre. Edhe nëse ky 70% zvoglohet, ekonomia mund të përmirësohet në rajon, dhe e dyta do japim një mesazh para Bashkimit Evropian se ne nuk jemi njerëz të egër në Ballkan që s'dimë kur hym në BE, pastaj do vritemi mes vete, që për shkak se është një frikë në Bashkimin Evropian se po u futën këta të Ballkanit do na e bëjnë lëmsh Bashkimin Evropian. Dhe kryeministri Rama e dinte se rruga e vetme është BE, donte të jep një mesazh Bashkimit Evropian se ne dim edhe të bashkëpunojmë, nuk jemi njerëz të egër. Kosova e vlerësoi se në një platformë të tillë mund të ketë asimetri në raporte, vlerësoj që nuk është, edhe ajo normalisht pastaj e ndryshoi edhe diskursin ose kahjen e këtij projekti. Ashtu që asgjë aty nuk ka pasur me prapasken, nuk ka pasur ndonjë konspiracion, thjesht këto dy qëllimet e kanë qenë të kryeministrit Rama.
t'i shkurton barierat administrative në kufi, për shkak bujqve, për shkak blektorëve, transportuesve, edhe e dyta t'i jepet një mesazh Bashkimit Evropian se ne jemi pjekur pak në ndërkohë dhe kur t'hyjmë në BE nuk do jemi ashtu si mendoni ju. Kjo ka qenë e gjithë. Është një fotografi e cila vazhdimisht përsëritet dhe qarkullon në rrjet ku zoti Ahmeti shihet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa një fotografi tjetër ku ju shiheni me ministrin e jashtëm të Serbisë të asaj kohe Dačić, pra kundërshtarët vazhdimisht ju kritikojnë për këto veprime. Ja, kjo është foto e zotit Ahmeti, Vučić, Kovačevski dhe zotit Rama. Sot nuk e dija keni pa Kërkëndjes deputeti i bjetjet i vetëvendosjes, po tani më vetëvendosja shkri në vlen, Bekim Qoku e kishte ripostuar këtë fotografi dhe fotografin tuaj me Dačić. Këto është ironia e krejt kësaj situate. Mentaliteti i inferioritetit që kanë këta mbrenda se ne jemi një pakicë që mbrojnë të drejtat, vetëm të drejtat tona, apo nuk udhëheqim shtet, ne kemi thyrë. Dhe ministri i jashtëm i Maqedonisë Veriut takohet me çdo ministër tjetër, përfshirë Serbisë. Se ministrat e jashtëm takohen me vendet me cilët nuk pajtohen, se me vendet cilët pajtohesh takohet ministri i ekonomisë, atje ku nuk ke probleme, takohen ministrat e sektoreve për të zhvilluar bashkëpunimin. Atje ku ke telashe, takohet ministri i jashtëm që konfliktet të shndrohen në një formë qetësie që mos të eskaloj. Kjo është roli i diplomacisë, të pengon eskalimin e konflikteve. Edhe është ignorancë totale ti thush ministrit jashtëm pse je takuar me këtë ministër ose atë ministër. Po edhe takimi i kryetarit Ahmeti, nuk kam këtu tash e shef kryeministri Mickoski, shkon në përudhëtime jashtë, nuk ka asnjë përfaqësues shqiptar. Vinë të huaj, nuk ka asnjë përfaqësues. Kryeministri e shihni fotografi Kovačevski, e ka edhe Ahmetin pranë. Nuk është me rëndësi a është Vučić, a është dikush tjetër. Me rëndësi është se i ke dy njerëzit të cilët bashkë udhëheqin shtetin. Kjo është porosia e kësaj fotografie. Po ata nuk e kuptojnë për shkak kësaj ignorance, edhe ata mendojnë që kjo fotografi i bën dëm zotit Ahmeti. Në fakt kjo fotografi tregon se ky shtet ka një bashkë udhëheqje prej dy komuniteteve dhe keni udhëheqësit e dy partive në çdo takim të nivelit ndërkombëtar, kush do të qoftë jetë i ftuar. Dhe kjo logjika, dhe prandaj edhe ai Qoku ne ta nxjerr sa më shumë për të parë se kjo ka qenë Maqedonia para 2 viteve, me 2 bashkëudhëheqës, ajo me formate ku shkon kryeministri në Bruksel, shkon për vende e i ka 4 ministra për edhe vete, asnjë ministër shqiptar. S'ka ministër të jashtëm. Jo, nuk ka nevojë shqiptar. Mundet merr ministër, nuk ka pas ministër të jashtëm gjithmonë shqiptar, po nuk ka mund të ketë delegacion. Nuk ka mund të shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryeministri e mos të ketë një ministër, mos paku një ministër shqiptare. Mos flasim për qeverinë tonë që ishte 10-10 vetëm para 2 viteve me numër të ministrave. Ju përmendet se zhvillimet e fundit të cilat ndodhin në Maqedoninë e Veriut, të cilat mund të cilësohen si politika antishqiptare, imponohen në mënyrë të drejt për drejt ose jo të drejt për drejt, ky është interpretimi im, nga Beogradi dhe ky personi që është në fotografi, presidenti Vučić, i cili bie të ketë ndikim edhe mëtej në Maqedoninë e Veriut. A duket paradoksale, zoti Osmani, kur në qeverinë e Maqedonisë së Veriut kemi një parti që është vlen i formuar sipas mendimit tim nën patronatin e Albin Kurtit, dikush tjetër mund të thotë edhe Hristian Mickoski, dikush tjetër mund të thotë edhe të qarqeve të tjera nga Shqipëria, apo një pjesë e strukturave nga Shqipëria, kur dihet pra se çfarë qëndrimesh ka promovon Albin Kurti në raport me Serbinë, që janë, ju i dini, qëndrime anti-serbe dhe besa në disa raste ndonë se rallë edhe i zbaton këto politika në Kosovë, politika të Republikës së Kosovës që nuk i shkojnë për shtati
Serbisë dhe Vučićit. Shif, a jam i moderuar, se jam i moderuar, unë do flasë atë që mendoj. Liderët populistë ushqehen me zvete. Ata ushqehen me retorikat e tyre dhe mbajnë njëri tjetrin. Edhe Kosova, edhe Serbia momentalisht janë nën sanksione të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është për të ardhur keq, se si erdhë puna që Kosova, shteti i preferuar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i Bashkimit Evropian, të futet nën sanksione të perëndimit, ashtu siç është futur edhe Serbia për disa çështje. Këtu në Maqedoni ju keni koalicion ndërmjet këtyre dy politikanëve. Ju e dini që Stojilković, LSDM-ja bile e quajti se është drejt për drejt i shërbimit sekret sërb. Unë reagova, thash kjo është çështje serioze për shkak se ne jemi vend NATO-s dhe nëse një njeri i shërbimit sërb ka çështje drejt për drejt në informacionet e NATO-s, kjo është skandal i papar. Po e dyta, Stojilkovići, një njeri që e dim që është i presidentit Serbisë, udhëheq me sektorin i cili ka të bëjë me marrëveshjen patësore të Ohrit, me marrëveshje që ka ndërtuar arkitekturën e re të Maqedonisë Veriut para vitit 2001. Andaj nuk është arsyetim kjo retorika anti-sërbe ose anti-shqiptare njëri tjetrit, për shkak se retorika populiste zakonisht është ajo që ushqen njëra tjetrën. Me rëndësi është epilogu. Epilogu është sot se edhe Kosova dhe Serbia janë shumë larg integrimit në Bashkimin Evropian, janë në masa sanksionit BE-s, kurse shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë degraduar pothuajse 10-20 vite pas si rezultat i këtij koalicionimi që ka ndodhur ndërmjet këtyre dy politikanëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Pra, po thoni që ekziston një koalicion i heshtur midis politikanëve apo liderëve populistë të Ballkanit që janë Kurti, Vučići dhe Mickoski. Unë mendoj që po, ajo shihet në Maqedoninë e Veriut, domethënë njëherë qeveria jonë është bërë qeveri proksi e Serbisë. Serbia dikton këtu dinamikat. Në dy keni njeriun e tij më të eksponuar në zëvendës kryeministër, edhe keni një grupacion të partive politike që mbështetet këndej nga zoti Kurti dhe ata kohabitojnë, bile e keni ndëgjuar Stojilković në një intervistë ku thot unë 2 herë kam shpëtuar Vlenin nga turpi për çështje shqiptare se nuk ishin as në tokë të Bukës, tash ai del patrioti edhe thot i kam shpëtuar mos të korritjen për çështje shqiptare. E kuptoni në çfarë deregje ka ra krejt kjo situatë. Zoti Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ja po themi më shumë si kryetari vetëvendosjes, po shihet që ka ndikim. Unë e thash që është themeluesi i Vlenit dhe theksoj pas një dyshim sepse mendoj që kontributi i tij në themelimin e partisë Vlen ka qenë jashtëzakonisht i madh. Por edhe kryeministri Rama ka ndikim në politikën shqiptare këtu. Ai erdhi, ju takoi në prag të zgjedhjeve lokale, bën shëtitje në për Çarshi, e kemi fotografin, ja, kjo është fotografia ku ju jeni krahas kryeministrit Rama, a duket jetë niveli i njëjtë ndikimit të Shqipërisë në raport me Kosovën? Nuk mendoj. Me vetëvendosjen e Kosovës. Nuk mendoj për shkak se vlerësimi im është se zoti Rama si Shqipëria nuk mbështet një parti politike me emër me mbiemër, po mbështet parimin e faktorizimit të popullit shqiptar këtu që nuk kupton respektimin e vullnetit të tyre. Sa ai e di që në një shtet që është i dizajnuar mbi modelin e demokracisë konsociative, numër 1 shtylla kryesore është ajo që quhet power sharing, ose ndarja e pushtetit, ku dy komunitetet bazë të atij modeli konsociativ ndojnë pushtetin duke respektuar vullnetin e atyre dy popujve. Edhe unë mendoj që Shqipëria nuk e mbështet BDI-n, po mbështet parimin se e din që po humbi vlera e votës së popullit shqiptar këtu, humb çdo peshë
e atyre njerëzve, e atij populli. Dhe prandaj vlerësoj që është kjo mbështetje jo për BDI-n, po është parimore. Mirë po vlerësimi se kryeministri Mickovski duhet të jetë ai arbitri që duhet të cakton shqiptarëve përfaqësuesit, sikur Miloševiqi në një kohë kur Kosovës ja përcaktonte presidentin, përfaqësuesin në federatën atje, ose të kontestoni gjuhën, këtu mendoj që dallojnë këto dy pozicione, pa dashur që të jem subjektiv në vlerësimet e mia. Pra, po thoni që kryeministri Rama dhe Partia Socialiste, por edhe shteti shqiptar mbështet parimin e pushtetndarjes etnike dhe jo zotin Ahmeti konkretisht, pra nuk e ka dertin e fatit politik të zotit Ahmeti? Do me thonë, jo vetëm zoti Rama, edhe BDI nuk e ka dert fatin e BDI-s, po mos tjetë përfaqësues legitimisht shqiptarëve. Po ne një gjë... Këtë e thoni sepse jeni fitues dhe sa herë kemi pasur... Ne kur e themi këtë, kjo edhe regjistrohet. Unë kam thënë vetë personalisht, po se cili në BDI ka thënë, po u bë BDI pjesë e qeverisë, me një vot më pak në zgjedhje parlamentare, mua mos më llogarit një pjesë e asaj strukture. Po edhe se cili në BDI, për shkak se ata që e din konceptin e demokracisë konsociative, e din që nuk ka më të rëndësishme se sa ju në pozicionin e popullit shtetformues ju të vendosni vetë për përfaqësuesit tuaj. Në moment kur ju mirret e drejta ju të vendosni për përfaqësuesit tuaj, ju shndroheni në një pakicë e cila kërkon vetëm të drejta me lugë, dhe pastaj kryeministri është ai i cili del dhe thot mua fare nuk më pengon flamuri shqiptar, por atje në Shqipëri, ose del ai Kovacevski dhe flet shqip në Tiranë, edhe këta të vlenit lëvdrohen në përjetës sociale, ja si folin përfaqësuesit të vëmërës. Është Dimitar Kovacki. Kongresin e Partisë Demokratike. Vëmëroja nuk e ka problem gjuhën zyrtare në Shqipëri, nuk e ka problem flamurin kombëtar në Shqipëri, ai e ka problem këtu për shkak se don tregon se Maqedonia është përsëri e ytja dhe shqiptarët janë një pakisë që as vendosin se kush i përfaqëson ata në qeveri, as nuk kanë gjuhë zyrtare që është e barabartë, as nuk kanë mekanizma përfaqësimi drejt, as nuk janë në asnjë proces të vendimmarrjes së përgjithshme shtetit, që do thotë të ndryshon komplet arkitektura e vitit 2001 prej popullit shtetformues dhe të barabartë në një pakicë të cilët kërkojnë drejta me lugë nëpërmjet protestave dhe formave të ndryshme. Ky është plani i cili po realizohet dhe ne jemi në këtë situatë. Do të mundohemi ta analizojmë edhe këtë që thoni se a ka një plan për degradimin e statusit juridik kushtetues të shqiptarëve, por në funksion të kësaj që thoni në vendin tuaj javën e kaluar ishte zoti Thaçi dhe ai shpjegoi një moment interesant për atë çfarë ndodh në Bosnjë-Hercegovinë. Bosnjakët kanë votuar për kandidatin i cili do t'i përfaqësonte kroatët në presidencën e Bosnjës dhe Hercegovinës. Dhe kur u konstatua se ai nuk është përfaqësues i legjitim apo përfaqësues i burimor, po të themi, i kroatëve në presidencë, kanë vendosur që më bosnjakët mos votojnë në rajonet e caktuara, por votojnë vetëm kroatët. Pra, tjetrit mos votoj për përfaqësuesin e tjetrit. Natyrisht Bosnja është model krejt tjetër, por në drejtim të demokracisë konsociative. Këtu përsëri ne në raport me maqedonasit nuk jemi sikur raporti kroatët me bosnjakët. Ne jemi sikur bosnjakët me serbët. Marrëveshja e Daytonit, serbët dhe bosnjakët i kanë ndodhesh, mirë po, në kuadër të Konfederatës Bosnjake, kroatët dhe bosnjakët zgjedhin përfaqësues bashk. Me vite tëra, Kroacia lobon në komunitetin ndërkombëtar që bosnjakët mos t'i zgjedhin përfaqësuesit kroat. Dhe janë duke arritur qëllimin për shkak se vetë ministri kroat në çdo takim të NATO-s ose të BE-s thotë cila është logjika që kroatët votojnë kur bosnjakët vendosin përfaqësuesit e tyre. Te ne është edhe më ndryshe, për shkak se thash ne jemi në raport sikur bosnjakët me serbët dhe parimi i marrëveshjes së Ohrit ka qenë amandamenti 6 i Kushtetutës kur flet për përfaqësim të drejtë. Nuk flet vetëm përfaqësim të drejtë në ministri, në drejtori, në institucione, përfaqësim të drejtë edhe në udhëheqjen e shtetit, që nënkupton respektimin e vullnetit. Dhe
në nivel vertikal dhe në nivel horizontal të pushtetit. Ne pak e kemi ndalë këtë temë, për shkak se realisht ne flitnim, njerëzit mendonin se BDI e ka hallin e qeverisë edhe nuk mund duron në opozitë. Ne thonim nuk është çështje e BDI-s kjo. Në momentin kur ne humbim mundësinë të zgjedhim përfaqësuesit ton, ne humbim relevancën si popull këtu. Ne shndrohemi në pakicë dhe u japim porosi qytetarëve ton që në zgjedhjet e ardhshme të grupohen rreth VMRO-DPMN-s dhe LSDM-s, siç grupohen partitë e vogla turke rome, për shkak se ata nuk kanë mundësinë që determinojnë vetë me votë përfaqësuesit e tyre, ata janë detyruar që të bëhen pjesë e koalicioneve me VMRO. Këtu është qëllimi. Në moment kur ai ty nuk të pyet kush do të përfaqëson në qeveri, ngadalë ta jep porosinë që ti duhesh të bëhesh ose një blok me LSDM-n ose një blok me VMRO-DPMN. Mirë po, ne e prezantonim, njerëzit thonin këta e kanë hallin e qeverisë. Okej, ja hajde po flasim tema të cilat nuk kanë. Një pjesë e përfaqësuesve të BDI-s nuk e kanë hallin e qeverisë. Që secila parti politike ka hallin e qeverisë. Ju personalisht. Secila parti politike ekziston. Secila parti politike ekziston për të qenë pjesë e qeverisë për ndikuar. Mirë po ka rregullat lojës. E ajo është vullneti i popullit. Po dua edhe një herë, nuk është kjo çështje a është BDI a nuk është BDI. Nëse unë si bujar, pavarësisht BDI nga jam si jam, si shqiptar i maqenisë dhe ti si sefer, nuk pajtohemi se po e humbëm të drejtën ne të vendosim për përfaqësuesit ton, ne kemi humbur peshën ton si popull shtet formues dhe shndrohemi në pakicë, fati i cilis do përfundon në një grupacion të VMRO-s ose të LSDM-s. Kjo është me rëndësi ne të pajtohemi. Nuk është me rëndësi ku është BDI-ja. Nuk është me rëndësi. Ja, ne kemi fituar zgjedhjet, jemi në opozit, do rrim në opozit. Mirë po nuk mundet ta lejojmë të shndrohet në rregull. Nesër mund të fiton dikush tjetër, mund ta penalizon për një vot, ta penalizon BDI-n ky parim që po them unë. Se ja, rastësisht nesër mund të ndodh që BDI-ja të ketë vetëm një vot më pak. Mirë po, ka krijuar kapacitetin koalicionues për të bërë qeveri me ndonjë parti politike maqedone. Po e lejova unë që partia ime me një vot më pak të bëhet pjesë e qeverisë, turp më qoftë mua, edhe familjes që më ka rrit, po edhe kontributin që e kam dhënë karrierën time politike. Unë tani po mundohem ta kthej pas historinë. Precedenca ka ndodhur në vitin 1998 kur Partia Demokratike Shqiptare me 11 deputet hyri në qeveri, ndërsa Partia e Prosperitetit Demokratik në atë kohë kishte 14. Por kjo ishte para koalicion, ata ishin me një listë të përbashkët. Ishin në listë të përbashkët, pastaj se nuk du të arsyetoj se ajo gabim, po ishte para luftës, ishte para marrëveshjes së Ohrit. Pas marrëveshjes së Ohrit, kjo e dim bashkë, sepse unë kam qenë gazetar, ju keni qenë përfaqësues politik edhe në atë kohë, nuk më kujtohet sakt pozicioni në BDI që keni pasur, po supozoj keni pasur pozicion të lartë. Në 2006 pra ndodh kjo saktësisht që e thoni, legitimimi i votës shqiptare. Por zgjidhja 2006. Po kjo është më e re, e dim, unë po mundohem për shikuesit ta shpjegoj kontekstin historik dhe tani në 2024 është hera e tretë që ndodh pra në historinë politike të shqiptarëve. Por në 2008 kjo çështje u zgjidh e mbani mend me marrëveshjen e majt mes zotit Ahmeti dhe zotit Nikola Gruevski, kryeministrit të vendit. Pra nuk u zgjidh në mënyrë normative, juridike apo me instrumentet e demokracisë konsociative apo konsociale për cilat flisni. Është çështje interpretimi. Unë edhe ndërkombëtarëve u them, është e rregulluar edhe në mënyrë normative, me amandamentin 6 Kushtetutës. Unë e interpretoj përfaqësimin e drejtë si garanci për përfaqësim real të komunitetit të shumicës. E dyta, badenteri e determinon. Po nuk e ke badenterin, nuk e ke shumicën e dy fish në qeveri. Si mund të udhëheqësh? A duhet si udhëheq? A duhet rregullohet? Po dëshmon si po udhëheq. Sakt, pajtohem. Po këtu ideja ka qenë se ne jemi kuptu 2001-shën për modelin e udhëheqjes. Edhe ajo që ndodh tragjike, unë sot kisha takim me
komunitetit ndërkombëtar në mëngjes. Edhe paradoksi është se përfaqësuesit e qeverisë komunitetit Maqedonas po zhbëjnë indin lidhës të shtetit. Po zhbëjnë urat që kanë integruar dy komunitetet në një sistem unitar dhe tash komuniteti jo shumicë i dytë zakonisht janë ata të cilët kërkojnë ndryshime të formatit të organizimeve, ne jemi ata, jemi bërë vetdia e këtij shteti, edhe themi, o djema, jeni duke i prish shpinë të cilën e kemi ndërtu bashkë. Konturat e unitaritetit. Prandaj edhe Ljupçe Georgievski del thot mos ishin shqiptarët, ne do ishim tash pjesë e botës sërbe, që unë mendoj që më veç jemi bërë. Isha duke përmend Ljupçe Georgievskin, isha duke thonë që do jetosh ma gjatë, po jo për faktin që je doktor. Pra, e thatë një gjë të cilën e menduam bashkë. A keni qenë në protestat e studentëve në të cilat kërkohet përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, sepse tani më protestat po e zgjerojnë gamën e kërkesave, nuk ndalen vetëm tek përdorimi i gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës. Shifo, është e natyrshme, për shkak se personalisht ju keni marrë pjesë në protestë? Në këtë dytën jo, se kam qenë në të parën në të parën kam qenë. Shifni, çështja e provimit jurisprudencës është vetëm pasojë e mohimit të gjuhës. Edhe unë kam thënë, të kërkosh të zgjidhet provimi jurisprudencës me zgjidhje të veçantë është ta anulosh ligjin e gjuhës. Më mirë është mos ta bësh, ja do durojmë derisa të vijmë deri te interpretimi i duhur, se të gjejmë zgjidhje. Për shkak se neni 23 i ligjit të gjuhës e ka zgjidh këtë çështje. Alinea 4 e nenit 23 thot të gjitha ligjet brenda 12 muajve pas miratimit ligjit të gjuhëve duhet të harmonizohet me këtë ligj. Po, e kemi shpjeguar edhe me zotin Arber Ademi. Alinea 5 është edhe më e rëndësishme, thotë, nëse pas 12 muajve nuk harmonizohen, prevalon ligji i gjuhës. 12 muaj pasi aprovohet ligji i gjuhës, që i bie dikush shkurt 2020, tani bëhen 12 muaj. Mbas atij shkurti, nuk është më me rëndësi asnjë klauzul gjuhësore në cilin do ligj, të gjitha bëhen zero. Bien për shkak se vetëm ligji i gjuhës e përcakton përdorimin e gjuhës. Edhe prandaj argumentimi fillimisht i kryeministrit ishte nuk është rregulluar me ligjin e jurisprudencës. Ne thonim po edhe nuk duhet të rregullohet. Po edhe po t'ishte e rregulluar, ja shkruan te ai ligj, vetëm në Maqedoni shtypet provimi, përsëri ishte zero roli i atij ligji. Për shkak se dominon ky i gjuhës. Ku duan ata ta bëjnë punën? Që të zgjidhet me ndonjë vendim, me ndonjë rregullore, me ndonjë zgjidhje ligjore, që ta humbin universalitetin e nenit 23, që pastaj nga një problem të hapim 1 milion probleme dhe çdo çështje e gjuhës ne duhet ta rinegociojmë prej fillimit. Të harxojmë kapital politik, të negociojmë, të bëjmë ndryshime ligjore, të dërgojmë në Komisionin e Venecios, po pse u morën vesh në për ligjin e gjuhës? Që ju pastaj ta fragmentoni në 1 milion copza që duhet të rinegociohen, edhe prandaj është shumë e rëndësishme dhe vleni këtu është duke bërë dëm historik që nuk do ju afalin, gjeneratat nuk do ju afalin, për shkak se nga padituria, nga dëshira ti shërbejnë kryeministrit, janë duke pranuar që dëgjejnë zgjidhje për ligjin për jurisprudencë. Nuk ka zgjidhje. Zgjidhja është e neni 23. Vetëm këtë duhet ta thonë ata. Zgjidhja është e neni 23 i ligjit për gjuhë që thot se duhet përdoret. Edhe të fillon aplikimi i gjuhës. Informacionet e fundit flasin se është gjetur zgjidhja me atë që do të mundsohet provimi teorik edhe në gjuhën shqipe, pra provimi i jurisprudencës, ndërsa provimet praktike apo provimet që kanë të bëjnë me pjesën empirike të jurisprudencës do të mund të jepen në gjuhën shqipe, por me kushtin që 2 prej tyre t'jepen në gjuhën maqedonase, që i bie prap një zgjidhje parciale. Sefer, unë e ty bashkë kemi qenë student para 2001-shit. Kjo i vjen era asaj periude. Kjo zgjidhje që e përmendet ti. Nuk është zgjidhje.
Ju e keni po në mediumet e VMRO-s ditëve të fundit, gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare, është gjuhë alternative, është gjuhë e pakicës. Ata janë mediat e VMRO-s, është Alfa TV kryesisht, që dalin me editorial të shtëpisë. Këtu qëllimi është për të ndryshuar arkitekturën e shtetit. Editorial i televizionit, po që në formë indirekte është qëndrimi i partisë. Është qëndrimi i partisë. Qëndrimi i VMRO-DPMN-s, që shqiptarët patjetër duhet ta mësojnë këtu maqedonisht. Domethënë, këtu është ideja të ndryshohet arkitektura e 2001-shit, ku shqiptarët janë pakic, gjuha e tyre është gjuha e pakicës, patronët janë maqedonasit që me lugë do u japin të drejta, njërin provim do jepnin në Shqip, provimin tjetër do jepi, po kështu ka qenë në 93-ën kur jam regjistruar në paralelen e parë shqipe në shkollën e mesme të mjekësisë këtu. Në Pançe Karagjozo. Kam qenë gjenerata e parë në Shqipe, 3 provime, 3 lëndë i kishim në Shqip, gjitha lëndë tjera i kishim në maqedonisht, edhe kështu filloi ajo paralelet e para shqipe në shkollën e mjekësisë. Po ne kemi tejkaluar fazë. Ne nuk kthehemi dot. Këta student janë lindur pas marrëveshjes së Ohrit. Dhe ata nuk lejojnë, pranojnë më pak dhe ju me ta të luani këtë provim do jepni në Shqip, do jepni maqedonisht. O jemi dakorduar, se gjuha shqipe është e barabartë këtu brenda vendit, me gjuhën maqedonase, o nuk kemi marrëveshje fare. Dhe prandaj kjo nuk ka të bëjë me BDI-n, me Vlenin. Vleni është duke bërë dëm historik, është duke bërë dëm të cilën historia do e gjykon. Dhe kjo nuk ka të bën me BDI. Unë i kam takuar ndonjëherë në përpritje. Jemi njoft. Edhe unë thash që disa prej tyre i ke pasur. Edhe shok, e diti, kemi në bibliotekë, prej studimeve, prej ashtu, krejt kjo gjenerat është sot pjesë e politikës. Gjenerata politike. Po, edhe çdo herë që i kam takuar në një pritje, u kam thonë vetëm te gjuha nuk guxojmë të gabojmë. Do vazhdojmë me këto beteja tona partijake, politike, do shohemi, po gjuhën e kemi gjithçka. Se unë e di sa vështirë kemi ardhur deri taj formulim i taj ligji i gjuhës. E di cili konstelacion ka qenë, çfarë vështirësie kemi ballafaqur me komunitetin ndërkombëtar, me këta. Mos prekni te gjuha se çdo presje është pjesë e balansit të negociuar me vite, çdo presje. Këto e marrin me aq lehtësi. Ne do e bëjmë një ligj më të mirë. Si ku ishte kishim prish një ndërtesë objekt 500 vjet i vjetër, do të pse e keni prish, po do e bëjmë një më të bukur. Kjo është ajo logjika, nuk mundet të prishish ligjin e gjuhës që është negociuar 15 vite, edhe do bëni një zgjidhje më të mirë sikur ky ligj për përfaqësim. Pra, ju në komunikime, po themi jo formale me përfaqësuesit e Vlenit, e parashtroni këtë çështje. Ne kemi obsesion për shkak se si të drejtë, pra si çështje imediate, pra të drejtën e përdorimit zyrtar apo gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, nuk e keni fare, po themi, jo kompleks, por nuk e keni fare droj që janë përfaqësuesit e Vlenit dhe i komunikoni ata. Domthonë ne aq është fragjile çështja e gjuhës, që po u prek prej gjykatës kushtetuese. Ata janë duke e përgatit terrenin. E keni ndëgjuar intervistën e fundit kryetarit të gjykatës kushtetuese. Mos keni tha frikë, ne nuk e hekim gjuhën. A veç më e ka ndruar prapavin pas vete, vetëm në maqedonisht e ka atë gjykata kushtetuese. Ustaven sut, po thot gjykata kushtetuese. Ne nuk e anulojmë gjuhën shqipe, po vetëm do ta qartësojmë, do ta bëjmë më funksional. Po u prek një presje e ligjit, nuk kthehet më ligji i gjuhës. Dhe prandaj gjuha është diçka që ne nuk guxojmë, edhe aq shumë na ka lëndu ajo deklarate e Albin Kurtit, edhe aq shumë na lëndon kjo, si të them, jo serioziteti i Vlenit kur të vjen te gjuha. Ju mendoni nuk ka mandat politik, nuk ka pozicion ministror, nuk ka interes kolektiv individual që mund të jetë më i rëndësishëm se sa mbrojtja e gjuhës për cilin do prej nesh,
qoftë politikan, po edhe jo politikan, kjo edhe për ju si gazetar, edhe për ata që i kanë çfarë do ndikimin në shoqëri, edhe për ata që kanë... Të gjithë kanë përgjithësi, por ju mendoni zoti Osmani që Izet Mexhiti, Bilal Kasami, Bekim Sali, i cili ka qenë shef kabineti, më duket kur keni qenë ministër i shëndetësisë, Bekim Qoku i vetëvendosjes, Mimoza Musa, mos përmend përfaqësues tjerë, mendoni se do të pranojnë degradimin e gjuhës shqipe dhe këtë me lehtësi do të mundohen t'ua shpjegojnë shqiptarëve si një çështje e cila ka ndodhur për shkak të presionit, të politikës maqedonase ose të faktit që VMRDPMN-ja i ka 58 deputet, apo gjykata kushtetuese është organ gjoja i pavarur, sepse ne e dim këtë shtet jetojmë, ne e dim si funksionon gjykata kushtetuese. Me diktat politik e kështu me radhë. Mendoni se gjuha shqipe veç më është degraduar. Domethënë si kanë nis ata projektin. Fillimisht bëjnë ato parashtresat te gjykata kushtetuese. Të gjitha nenet kontestohen. Kush e konteston? VMRDPMN. Çka bëjnë dytën? Instrumentet mbrojtëse. Inspektoratin edhe agjencinë. Inspektoratin fillimisht e lën pa rroga një kohë gjatë që ata inspektorët lënë vendin e punës. Për shkak se ata e dinë që nena është dashur mbi 12 muaj vetëm t'i trajnojmë inspektorët dhe t'i licencojmë. I lën pa rroga. U marrin autonominë edhe i shndrojnë në departament në kuadër të Ministrisë Drejtësisë të Fillkovi, të një albanofob klasik. Inspektoratin, që ne kur e kemi negociuar inspektoratin më kujtohen, ishte nga ana tjetër ata përfaqësuesit, një prej tyre Deskovska, thonin pse ju të keni inspektorat kur gjuha maqedone nuk ka inspektorat. Ne u thonim, shka kundër gjuhës nuk ju ndalim juve të bëni inspektorat, po ne e dim që nuk ka vullnet këtu për ta implementuar, na duhet një mekanizëm që t'u vendos gjoba bartësve të institucioneve nëse nuk respektohet. Shkuan ja morën autonominë. Agjencinë e dini, agjencinë e gjuhës e kanë nënshmuar, u kanë marrë zyret prej atje ku kanë qenë te Ministria për Sistem Politik. Edhe te implementimi është shndruar në zero. E kanë hjek prej tabelave, e kanë hjek prej logove, e kanë hjek prej memorandumeve. Ne i bëm edhe memorandumet. Për shembull, Ministria e Jashtme, Ministerstvo Zanatvoreshni Raboti të gatshme, që pastaj vetëm tekstin e printon, ata janë gjithmonë memorandume të përhershme. Kanë ndryshuar memorandumet. Janë model, janë terk ato i letrës, nuk është letër e bardhë, po është letër me memorandum në dy gjuhë. I kanë ndryshuar ato memorandume. Nuk ka mo, unë insistova dhe gjithë ministrat tjerë që mos tjenë dokumentat në dy faqe të ndryshme, se e dinim që nuk ka vullnet mirë, do e marrin, do e hudhin versionin shqip, po në dy kolona, në maqedonisht dhe në shqip, të tjetë një dokument, një vull në dokumentin dygjuesor. Shkoni gjeni tash në ndonjë ministri. Ju në atë dokument, në cilën pjesë jeni nënshkruar? Një nënshkrim ka aty. Një nënshkrim ka. Domethënë, është versioni maqedonisht, versioni shqip, edhe vula në mes, edhe nënshkrimi jepet në mes. Po. Ideja është për t'tregu se gjuha shqipe dhe gjuha maqedone janë të barabarta në nivel të vendit dhe nuk. Unë për shembull e kam pas shumë me rëndësi ta shoh vulën e presidentit në dy gjuhë. Nuk e di pse, më thonin pse je fiksuar te vula. Se thoja ajo është simbolika e dygjuhësisë në shtet. Edhe fillimisht Stevo Pendarovski, po ja tash edhe Gordana vulën e presidencës e ka në dy gjuhë. Po ku ka shenjë të dygjuhësisë se sa vula e presidentit, vula e kryeministrit ose vula e ministrave. Këtu ka një plan për shkak se ata e din. Populli që e ka gjuhën zyrtare është popull shtetformues. Ata i kanë hyrë kësaj pune me gjithmend bëjnë revizion. Ata e din, vlerësojnë që momentumi është i duhur, kanë gjetë një partner shqiptar që bën amin për gjithçka. Bota është defokusuar me telashet e veta në Iran edhe në Ukrainë. Maqedonia është e konsoliduar. Opozita e dobët për të rezistuar, këta kontrollojnë gjithçka, tash është momenti ose kur t'i bëjnë dëmet, t'i thënë shtyllat, ata e dinë që nuk do zgjatë, se shqiptarët do ngriten.
Shqiptarët do ngriten, veç më ka filluar, kjo e studentëve është vetëm nisja e vlimit. Po ata e dinë që pasi t'i thënë shtyllat, për t'i rikthyer ato shtylla, neve do na duhen edhe 10-20 vite tjera të harxojmë kapital politik, në vend se të avansojmë procesin përpara, ne të nisim prej zero përsëri të negociojmë gjuhën, të negociojmë përfaqësimin e drejtë. Këto janë çështje që duhet na shqetëson secilin prej nesh, bile edhe maqedonasit. Sa ata janë duke prish shpinën e vet. Janë duke prish shtetin unitar. Për shkak se më pyetën me një intervistë, çka do të thoni, a do ketë të lashe apo kërcnojnë? Nuk kërcnojnë. Po në politik vakum nuk ka. E prishni një model, e mbush, vetë mbushet e, nuk rri vakum ashtu. Marrëveshja e Ohrit është indi lidhës i shtetit unitar. Është modeli i dëshmuar për demokraci multietnike funksionale. Edhe unë u them ndërkombëtarëve, ju provua 2 modele në Ballkan. Për shkak se Ballkani është i vështirë. Jeni, është një thënie historike, thotë Ballkanit ja kanë përcaktuar fatin malet, se nuk kanë qenë shumë të larta për t'i pengu okupatorët të mëdhej, po nuk kanë qenë të ulta për të leju bashkëpunim ndërmjet popujve, edhe ka qenë rajon gjithmonë në okupim, por asnjëherë në bashkëpunim mes popujve. Edhe këtu janë testu modele, a mundet në këtë rajon të krijohen shtete multietnike. Edhe bota provon 2 modele. E provon Daytonin, ku zgjidhjet territoriale janë në esencë. Edhe marrëveshjen e Ohrit tonën, ku nuk ka zgjidhje territoriale, po ka integrim dhe decentralizim. Modeli jonë u tregu i suksesshëm. U tregu se mundesh ka edhe në Ballkanin e vështirë, ku shumë pak vetë besojnë se mund të ketë shtete multietnike funksionale, u dëshmua që kemi. Edhe unë u them ndërkombëtarëve, çfarë bëni? Po ra ky model. E dini ku shkon ajo? Shkon te Daytoni. Domethënë, o ky model, o zgjidhje territoriale, o integrim. Flasim edhe për modelet e reja të shtetëndërtimit, të cilat mund të paraqiten jo detyrimisht nga BDI-ja, mund të vinë nesër një forcë e re politike dhe të imponojnë ndonjë model të ri, por ju thatë që shqiptarët do ngriten. Studentët janë në protesta të vazhdueshme. BDI-ja nuk ka fare dorë, sepse nëse mund të shihet janë përfaqësuesit e BDI-s, profesorët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Tetovës, 2 përfaqësuesit e lartë, Arta Bilalli, nënkryetare, dhe zoti Arber Ademi, sekretari i përgjithshëm i BDI-s. E ka mbështet protest, po nuk e ka organizuar. Po ta kishte organizuar BDI. Flasim, zoti Osmani, pak në mënyrë më konkrete. Domethënë, ju nuk keni marrë pjesë në mobilizimin e njerëzve që vinë në protestë. Ne ju kemi thonë njerëzve tonë, dilni, bile unë ju kam thonë dilni, ju kam thonë bile dilni me familje, që mos ta keq përdorin, mos mendojnë që ka ndonjë qëllim tjetër, po është protestë familjare, familja shqiptare proteston. Por nuk keni organizuar autobuse, mjete të tjera transportuese? Jo, vetëm që unë tregoj për në Çajir, unë kam thënë dilni. Dilni me familje, dilni gjithë, se o sot do jemi në rrugë për gjuhën, o kur do jemi. Neve do na gjykon, fëmijët tonë do na gjykojnë ku kemi qenë në momentin kur është marrë statusi jonë shtetëformues. Një gjenerat para nesh, jetën e tyre e kanë dhënë për të na sjellë deri në këtë pikë. Ne jemi ata, nuk vjen dikush prej qielli për të mbrojtur këtë pozicion. Unë ju them këtë aktivistëve në çdo fjalim, mos mendoni se ka do njerëz të mençur, të cilët mbrapa perdeve mendojnë dhe punojnë. Ne jemi ata. O do ndalim, do ja ndalim hovin këtij shovinizmi antishqiptar i cili është duke u realizuar, o do kalon si i tillë. Edhe ne do duhet t'i përgjigjemi nesër gjeneratave të ardhme ku kemi qenë. Zoti Osmani, në vitin 2023 ju keni deklaruar, po mundon që të citoj, se duhet të vlerësohet, pra për ta thjeshtësuar, keni thënë që nuk është koha për ndryshimet kushtetuese të cilat do ta emërtojnë gjuhën shqipe si gjuhë shqipe e jo si gjuhë e 20%. Pra keni thënë se keni dilema për momentumin dhe duhet të shihet pra përmbajtja e ndryshimeve
kushtetuese praktikisht i bie, keni thënë që nuk është periudha, po flas në aspektin retrospektiv, që kur është diskutuar çështja e ndryshimeve kushtetuese për të përfshirë bullgarët apo pakicën bullgare, bashkësinë bullgare në kushtetut, dhe kjo të bëhet veçmas për ata, jo duke shkuar krahas ndryshimet kushtetuese, edhe për bullgarët, edhe për gjuhën shqipe. Kam dy komente këtu. Fillimisht, unë mendoj që është një truk. Nuk e di, ai citova se kam dertin e citimit të drejtë si gazetar. Besoj që e kam thënë ashtu. Mendoj që kjo ishte deklarata. Tentohet të bëhet një spin i çështjes 20%. Se e keni ndëgjuar qëndrimin se VMRO është për të ndryshohet 20%. Mendoni se VMRO po t'ishte diçka problematike shumë, ajo do ishte pro? Ata nuk e kanë problem 20% të ndrohet në gjuhë shqipe, po që se statusi i asaj gjuhë është gjuhë pakice. Ata ta quajnë si do ti gjuhën. Ata e kanë problem statusin asaj gjuhë. Ata e kanë problem arkitekturën asaj gjuhë. A është ajo gjuhë zyrtare e një populli shtetformuese apo jo? Dhe unë këtu kam thënë, këtu do tentojnë ta luajnë lojën. Ta zhbëjnë gjuhën nga përdorimi zyrtar në nivel shteti, ta shndrojnë në gjuhë pakice, pastaj rezistencën tonë ta menaxhojnë me ndryshimin e etiketës 20%. Kjo është një truk që është më. E dyta, 20% përveç se aso kohë është bërë si për të menaxhuar konfliktin, si ka qenë luftën, ka edhe një kuptim më të thellë. 20% është pragu që i jep shqiptarëve statusin e veçantë në këtë shtet. 20% është ai që e ndon popullin shtetformues. Edhe prandaj jo rastësisht ke agjenci të popujve në 20%, të cilët janë pakica, edhe ato që janë 20%, mbi 20% kanë statusin e popullit shtetformues dhe janë të barabartë me komunitetin Maqedonës. Dhe unë te 20% përveç që kam po tentim për ta mbuluar aso kohë gjuhën, kam po edhe pragun që e ndon popullin shqiptar me një status të veçantë të popullit shtetformues këtu. Edhe prandaj gjuha e atij popullit është zyrtare. Prandaj pozicioni i atij popullit është i ndryshëm. Prandaj ai popull ka badenter. Prandaj në komitetin për marrëdhënie ndëretnike në parlament, si është përbërja? 7-7-1-1-1-1-1. 5. Cili është qëllimi? Komiteti është një formë e asaj dhomës së ulët. Mirë, po shiheni përbërjen. Nuk është e rastësishme 7-7. Pse nuk ishte 7-4-1-1-1? Për tregu se fryma e marrëveshjes së Ohrit parasheh barazit të plot ndërmjet popullit Maqedonas dhe popullit mbi 20% popullit shqiptar. Dhe prandaj unë mendoj që duhet ta mendojmë thellë punën e 20%-shit, mos të bim në trukun ose në atë spinin e tyre që ne do e ndryshojmë 20%-shin, mirë po do e zhbëjmë pozicionin e gjuhës shqipe. Këto janë tema që kërkojnë analiza të thella dhe nuk bëhen për populizëm ose për retorik ditor. E hapëm çështjen e rimodelimit të shtetit. A ka ardhur koha, zoti Osmani, që të flitet hapen letrat politike për modelin e organizimit të brendshëm shtetëror? Ju e keni miratuar rezolutën për shtet unitar, por a mendoni se ka edhe modele tjera që shkojnë përtej unitaritetit apo përtej komponentës unitare të shtetit, të cilin unë mendoj se ju e keni ritheksuar dhe nuk është se ka pasur ndonjë nevojë të veçantë, ju mund ta thoni kontekstin apo mund t'i thoni arsyet se pse e keni bërë këtë. Mund të keq përdorur, po tash jemi në podcast formati i podcastit është pak më jo. Ky është emision. Është më jo formal. Nuk është podcast, po atë do duhet të jetë shumë formal duhet. Ja, un jam gazetar, domethënë i periudhës Gutenbergut, kam filluar në gazetë dhe këtë termin podcast nuk është se e preferoj shumë, po nuk ka asnjë lloj problemi, lirisht ju shprehni. Unë mendoj që ne duhet ta ruajmë marrëveshjen e Ohrit për disa arsye. Në një
kur është miratu marrëveshja e Ohrit, në tavolinën e marrëveshjes nga komuniteti ndërkombëtar ka qenë vetëm Washingtoni dhe Brukseli. Në një situatë të re, të rinegocimit një marrëveshje të re, nuk e di kush do jetë plus në tavolinën e se balansat, unipolariteti paksa është thyrë. E para si analizë si përfaqësore. E dyta, atë që nuk desha të them, po do e them. Unë kam përshtypje, nëse e keni ndëgju në një emision para disa ditëve, nuk do e përmend edhe emisionin për korektësi, e pyet gazetari një të afërt me VMRO DPMN-in, thot mos gabuam në 2001 që nuk pranuam ndarjen. Ajo përgjigjet thot po mendoj që gabuam. Për shkak se logjika e tyre është që ajo është politikan, ai është politikan. Gazetari e pyet atë Zojan. Zonja është ish politikane, po e afërt me qeverinë. Do të thonë jep mendimet e qeverisë. Edhe thot po gabuam që 2001 nuk bëm. Ka qenë aktore politika janë 2001? Ka qenë aktore politike. Edhe për shkak se edhe unë këtë kam menduar gjatë kohë, se ka një strukturë shoviniste që ne na shes si trupi huaj në këtë shtet. Edhe në mjekësi trupin e huaj ose kancerin duhet ta presh që mos të shpërndahet në për gjithë trupin. Dhe ata e kanë logjikën më mirë me këta të shohin rrugën e vet se po na e marrin shtetin. Me ndahe sap. Se po na e marrin shtetin. Edhe un kam përshtypje se bile kjo është një analizë ime, nuk mund ta them ç'është. Që këto provokime që na bëhen si shqiptar, është për të na fut kurthin që ne ta kërkojmë. Që edhe t'ja arrin qëllimin, edhe ne të na mbetet faj. Prandaj u them edhe shokëve, u them, mos u ngutni me e di që jemi gjithë provokuar. Nuk është lehtë të pas kaq viteve dikush të provokon në mënyrë të hapur të tillë. Ne nuk jemi ne popull do si do. Jemi popull 7 milion këtu në rajon. Edhe tash lejëm dikush të luan me ne si maca me miun, nuk është e rënd. Po ne duhet jemi kokën akull. Ali Ahmeti e ka një fjali, thot, kur të merresh me politik, duhet ta kesh zemrën zjarr, po kokën akull. Po mendove kokën nxehtë, do bësh gabimin në kthesën e parë. Ne duhet të analizojmë gjitha aspektet. Ne, si shqiptar, kemi interes që kjo Maqedoni të jetë kështu si është, e tërë, unitare, e barabart, pa asnjë nuancë inferioritetit njërit ose tjetrit komunitet, në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ky është projekcioni i interesit ton në këtë vend, që për fat të mirë përputhet me interesin real Maqedonës. Këtë që e bën qeveria nuk është interes Maqedonës. Ky është interes anti-Maqedonës. Për shkak se ata janë duke prishur temelet e një storie suksesi. Marrëveshja e Ohrit ishte storie suksesi. Ne treguam se në Ballkan mundesh ka edhe kundrejt rrjedhave të lumit. Prandaj them nuk duhet të ngutemi. Nuk mendoj që këto analiza bëhen në vlen. Nuk mendoj që dikush i mendon këto punë atje. Ata e kanë si të blejnë edhe një ditë në qeveri, si Mickovski tjeti kënaqur me ta, si të shkojnë te Mickovski të ankohen për njëri tjetrin dhe thonë unë jasum ti, unë jam ai miku i jot, ai nuk është i mirë. Edhe e dëgjuat Adnan Azizin që i thoshte Haqim Ramadanit të të pajtoj. Me Mickovski. Kjo është ajo që ndodh. E përmendja dhe Zoti Thaçi. Këtë e bëjnë ata. Kjo reflekton potencialin politik të nuk mendoj që dikush atje ulet edhe thotë o djema. Ne sot jemi në qeveri, do kalon kjo një ditë. Do kalon. Po çka bëjmë me gjuhën? Çka bëjmë me statusin ton si popull? Ai nënshtrohemi izolimit nga Bashkimi Evropian. Janë disa tema që janë përtej çdo interesi, nuk e di, unë vërtet nuk du të tingëlloj si demagog. Ndoshta eksperienca në politik më ka bë të jem pak më i vetëdijshëm për disa procese, se pozicionet vinë e shkojnë, unë i kam kaluar gjitha. Vinë e shkojnë dhe nuk janë me rëndësi sa janë me rëndësi
këto çështje të cilët janë rregullohen për gjenerata të tëra. Megjithatë, zoti Osmani, ju e dini për shkak se keni qenë edhe ministër i jashtëm, konceptin e VMRO DPMN-s. VMRO-ja është organizatë historike e cila ka synuar në një farë mënyre mbrojtjen vetëm të interesave të popullit Maqedonas. VMRO DPMN-ja në vitin 91 nuk bën qeveri me partinë atëhershme për prosperitet demokratik, vetëm pse janë shqiptarët në pyetje. Pas 2001-shit, kjo VMRO DPMN-ja, edhe pse lideri i asaj kohe me shumë vështirësi e din përfaqësuesit politik që kanë marrë pjesë në negociatat për marrëveshjen e Ohrit, se si zoti Georgievski është bindur që ta nënshkruaj marrëveshjen e Ohrit. VMRO DPMN-ja e ka slogan, e ka doktrinë: Maqedonia e Maqedonasve, Maqedonia e popullit Maqedonas. Shqiptarët janë këtu, shqiptarët janë realitet historik, janë të pranishëm edhe në aspektin demografik, e thash, historik, ekonomik, politik, geostrategjik, madje dhe geopolitik. Ku mund t'jenë këto pikë takime? Unë nuk pres VMRO-ja tjetë më e mirë. Problemi është që për herë të parë në golin tonë, në portën tonë nuk ka portier. Mos fol për futboll, se ju jeni të njohur që keni luajtur për futboll. Kemi luajt, po kemi pas portier te golli. Po kemi luajt, po kemi ditë me mbrojt. Këtu s'ka portier. Këtu VMRO. Nëse ja keni dhënë edhe do golla lësë të mos kështu edhe prej korner, si Artim Shaqiri me Angli. Këtu VMRO ka gjet shtëpi pa. Mendoj se këtë që thash. Domethënë, du të them që nuk presun prej VMRO-s tjetë ndaj shqiptarëve të ketë një simpati. Jo, problemi është që këtu mu më pengon inferioriteti i vlenit për të qenë ata të kënaqur, për qenë VMRO-ja e kënaqur me ta. Për të pasur shtetë të barabartë duhet të ketë dy palë. Njëra palë nuk po demonstron VMRO-ja ka kooperativitet. Dy probleme këtu. Në një ky prosërbizmi i jashtëzakonshëm, një punë që duhet ta lëvdoj edhe VMRO-n dhe qeverinë, mos del se jam vetëm kritik, marrëveshja strategjike me Kroacinë. Kjo ishte për mua përfundimisht një hap i mirë, se përndryshe jam bë qeveri e dytë serbe. Bile tash rekomandoj, pasi bon marrëveshje strategjike me Kroacinë, të hynë në kuadrilateralen me Shqipërinë, Kosovën, Kroacinë në atë aleancën e mbrojtjes. Dhe e dyta, VMRO është duke minuar shtetin. Për shkak se të prishni ju, Maqedonia është si ato, e thoni ju, shkëmb? Po, shkëmb. Jo shkëmb, po shkëmb i drumi si ulse me po, e qartë është, po. Ulse të vogla. Ulse me 3 këmbë që janë. E dini cilet janë 3 këmbët e Maqedonisë? Marrëveshja e Ohrit, marrëveshja e Prespës, marrëveshja me Bullgarinë. Kjo është tripodi që mba demokracinë euroatlantike, multietnike të këtij vendit. Edhe ti të hysh të presh këmbët në cilën qëndron ai shtet, më duket e pa logjikshme. Mirë po, nuk pres që ata të kenë simpati. Problemi është e ne, te këta tanët, si i themi kushtimisht tanët, që e kanë shu rjetin, e kanë shu portën, edhe shohin si t'ja hudhin nga një top VMRO-s që të fut më mirë në gollin e shqiptarëve. Ju thatë që ne si shqiptar, elita politike dhe në përgjithësi, shoqëria shqiptare duhet të jetë e kujdesshme kur flet për këto tema. Jam plotësisht dakord sepse janë tema të ndihshme. Njëri nga ish eksponentët e BDI-s, ish komandant mësuesi Rafiz Aliti, ka deklaruar se ardhmëria e Maqedonisë së Veriut është federalizimi. Sipas tij, federalizimi sipas modelit të Tirolit, Belgjikës apo Kanadas është ardhmëria e këtij vendi. Nuk e di a keni arritur që ta lexoni postimin e zotit Aliti.
Zotjaliti ishtë nënkryetari i kuvendit, ishtë nënkryetari i BDI-s. Pra, disa eksponent, ndoshta me gjysmë zë, po dalin dhe shfaqin ide tjera, se nuk është vetëm shteti unitar, zgjidhja e vetme. Në 2024, modeluese shtetit. Një ambasador i vendeve të perëndimit më thonte, a nuk i shihni ju të BDI-s anketimet në 3 pyetjet e para shqiptarët kur i pyetnin cilët janë problemet më të rëndësishme për ju, ishin rroga, ekonomia, standardi jetësor. Thonin pse folni për gjuhën, unë i përgjigjesha, ashtu është tash, shqiptarët kanë prioritet rrogën, ekonominë për shkak se u janë trajtuar çështjet identitare, gjuha, përfaqësimi i drejtë. A na shkaloj këto, do e shihni si do ndron. Edhe tash para 2 javë erdh një agjencion i huaj shumë i madh, bëri prezantimin e ri, në 3 pyetjet e para, cilat janë problemet kryesore për ju, shqiptarët thonë gjuha, përfaqësimi i drejtë dhe marrëdhëniet ndëretnike. Do me thonë, ju nëse njerëzit i detyroni që të kthehen në temat baza, jo është ajo që quhet piramida e Maslow, njerëzit kthehen te nevojat bazike të tyre, që është mbijetesa, pastaj çështje tjera. Këtu te ky postim, për shembull, modelin e Tirolit unë jam duke e studiu shumë. Se është shumë i ngjajshëm Tiroli me marrëveshjen e Ohrit. Alto Adige ose Tiroli i Jugut është në Itali, ku ka 67% gjerman, italian, 27% gjerman, edhe një 5% latin. I njëjti model i marrëveshjes Ohrit. Atje, për të punësuar, duhet të marrësh një dokument në gjykatë, se në regjistrimin e fundit je regjistru si italiano folës, ata e kanë me grupe lingvistike, jo me përkatësi etnike. Duhet, kur regjistrohesh, nëse regjistrohesh si italiano folës, 10 vitet e ardhshme ti s'ke drejt ta ndryshosh. Konkurset hapen me përkatësi gjuhësore, edhe ti duhet dëshmosh me vërtetim nga gjyqi se je i atij grupi dhe të punësosh. Nuk mund pozicionet e udhëhecëve janë përcaktuar ashtu si që kemi ne, domethënë një model tamam si duhet i implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Mirëpo është kuadër të Italisë si shtet unitar, një zonë autonome, mirëpo nëse e marrim vetëm Tirolin e Jugut është koncept unitar. Çështja e federalizimit, që unë ndëgjoj veçmonë për tavolina te këta të rinjt të cilët thjesht janë rrit me atë vetbesimin që nuk pranojnë asnjë njansë inferioriteti. Ne, gjenerata jonë, e mendojmë se ka qenë shumë ma keq para 2001-shit, edhe themi, nuk kemi edhe atë shkeq. Këta nuk e dinë si ka qenë, dhe këta nuk bëjnë kompromis me çështjet të cilët janë fituar. Mirë po, unë do isha shumë i kujdesshëm te këto tema, federalizim, ndarje, për shkak se mendoj se dikush don të na nxit ato tema për të realizuar qëllimet e veta. Ne duam Maqedonin kështu si është, ta bashkullheqim. Pa kufizime kush do jetë kryeministër, prandaj ishte ajo insistimi jon, nuk ishte se kryeministri do bën çuditëra, po për të thyer tabut se në këtë shtet ka vende të rezervuara, pozicione të rezervuara, ose se ju jeni pakic. Shumë e rëndësishme, jam duke e përsërit disa herë. Arkitektura, shtëpinë kur e ndërtoni ju e vizatoni temelet, mbas atij temelet e konciponi pastaj shtëpinë. Temelet e shtëpisë tonë në 2001 janë Maqedonasit dhe shqiptarët si 2 popujt shtet formues të barabartë dhe pakicat në 20%. Kjo është arkitektura. Kjo më të saktë, zoti Osman. Domethënë, ideja e marrëveshjes së Ohrit ka qenë populli Maqedonas, shqiptarët si komunitet shumic, apo komunitet i cili i takon një numri të madh të popullatës, mbi 20%, dhe bashkësit jo shumic. Pra, ka një gradacion, bashkësit jo shumic janë vllejët këto, bosnjakët, serbët, turqit, romët e kështu me radhë. Pra, ka një gradacion marrëveshja
e Ohrit. Megjithatë, ju e përmendet rastin e Tirolit. Nuk e di a keni pasur rastin ta lexoni ligjin e ri të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Skandaloz. E keni parë? E kam parë. Skandaloz. Deklarimi i përkatësisë etnike aty thotë është vullnetar. Ju thoni rastin e Tirolit duhet vendim gjyqësor, sepse qenë ka praktik evropiane që deklarimi i përkatësisë etnike të mos bëhet për çështje të ndryshme. Pra, ka modele të cilat mendoj se mund të shqyrtohen, jo në aspekt të federalizimit, sepse unë kam folur në shumë raste për këtë temë. Maqedonia e Veriut nuk është shtet e cila i ka të ndara teritoret, po t'ishte ashtu do t'ishte shumë më lehtë, po, t'jenë teritore homogjene etnike. Siç është Bosnia për shembull, ose Belgjika. Ne kemi Kumanovën, Shkupi ku jetojmë ne, ku jetojmë bashkë. Domethënë, si do të federalizohet? A ka dikush në ndonjë model mund të thotë po, do ta ketë statusin e Brukselit, statusi veçantë kështu me radhë. Por edhe Tetova, atje ka Maqedonas shqiptar, ka në Manastir shqiptar, ka në Prespë, në rajone të tjera. Kjo çështje pra është kërkon një debat shumë më të gjerë, mendoj unë edhe shoqëror. Por çështja e përfaqësimit është konkrete. Ligji i hartuar nga profesorët Tanja Karakamisheva dhe jeton Shasivari. Aty flitet për trajtim diferencial, sepse e përmendet çështjen e studimeve. Atëherë shqiptarët mund të regjistroheshin tek kuota e 10%-shit. Nuk e di, me siguri në atë periudhë edhe ju kur keni studiuar. Kuota e 10%-shit, quhej kuota e diskriminimit pozitiv. Pas marrëveshjes së Ohrit, nuk ka nevojë për kuotë për diskriminim pozitiv. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, tani më lejoni pak edhe unë të shprehem, sepse jemi në një diskutim për një çështje të ndihshme. Çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat nuk ka të bëjë me mos diskriminimin, ka të bëjë me eliminimin e diskriminimit, por nuk ka të bëjë drejt për drejt me selektimin pozitiv, apo me trajtimin diferencial, apo trajtimin preferencial, siç do të donin ta prezantonin kolegët profesor ose hartuesit e ligjit. Por ka të bëjë me atë që është shtylla e marrëveshjes së Ohrit. Korrigjimin e padrejtësisë historike që u është bërë shqiptarëve me dekada, pas luftës dytë botërore, nëse hym më andej, edhe nga mbretëria serbo-kroate slovene e këndej. Bëra pak një shpjegim më të gjerë, po unë jam pak i ndihshëm të çështjen e përfaqësimit. E përmendet e ligji sepse mendoj që është ligj katastrofal. Është i quajtur i ligj për përfaqësim drejt. Përveç që përkatësinë etnike e bën vullnetare, e ndan e kategorizon në përfaqësim të drejtë dhe përfaqësim adekuat. E vendos meritokracinë si vlerësim fillestar, pastaj ata që e kalojnë sistemin e meritokracisë vlerësohen në bazë të përkatësisë etnike, në mungesë të një mekanizmi, formohen komisione që një herë në vit do bëjnë shqyrtimin e planeve. Komisione, unë në qeveria që kam marrë pjesë në komisione, për shkak se atje s'ka asnjë konkluzion, nuk ka asnjë mekanizëm, nuk ka ai komisiona, ka vula, i jep urdhën dikujt, ka forcë zbatuese ai komision. Ato janë, e dini si është ajo shprehja, nëse do ta nashkalosh një punë, formoje një komision sa për ta hudhur diku në kosh. Dhe kam qenë ndoshta radikal jo për të thirrë në dhunë ose diçka, po kam thënë këtë ligj deputetët tonë duhet ta ndalojnë në çfarë do mënyrë të mundshme. Ti zgjedhin gjitha mënyrat demokratike. A është ajo filibustering? A do gjejnë forma të tjera? Po ky ligj nuk guxon të kalon. Ta sqarojm për shikuesit filibustering është metode zvarritjes metode zvarritjes së votimit me gjitha format. Ju kujtohet asaj kohe kur Emir Shefi blokimi i foltores, dëgjejnë formë për shkak se po kaloj. Kjo është revizionizëm i arkitekturës së shtetit.
balansuesi ka qenë një prej mekanizmave bazë që ka dalë prej amandamentit 6 kushtetutës, ka mbrojt edhe popullin Maqedonas edhe popullin shqiptar, për herë të parë Romët filluan të kenë shansin të hinë nëpër institucione, se balansuesi jashtëzakonisht bukur. I obligonte me ligj. Shumë thjesht më vinte mund ministrit jashtme para çdo konkursi, kisha nevojë për 4 persona. Fillimisht vinin sektori ta jep kalkulatorin, thot numri I Maqedonasve është kaq % I shqiptarëve, kaq I turqve, në bazë të këtij kalkulimi ke drejt të punësosh një turk për shembull. Për shkak se ka ra, shihni sa e bukur. Po të binte edhe numri I Maqedonasve. Ja, unë jam shqiptar dhe I punësoj gjithë shqiptar. Nuk lejonte kalkulatori. Thot, ti duhesh ta reflektojsh realitetin demografik në institucione. Dhe I pash shifrat. Prej 2014-s, kur miratohet balansuesi, si fillon të balansohet numri. Numri I Maqedonasve prej 83% bie në 71%, numri I shqiptarëve prej 13 ngritet në 23%. Mirë po, kur të mbrin në një prag, numri I Maqedonasve nuk e let bie më poshtë, e mbron edhe atë, e mbron edhe turkun, edhe romin, edhe kështu ti krijon shtet ku qytetari ndihet se është I barabartë para institucioneve. Edhe tash ta anulosh atë mekanizëm, po unë e kam përmendur në raste tjera. Kur hiqet mekanizmi I balansuesit, ka një fjali që e bën gjykata kushtetuese në vendimin e vet. Që unë e quaj atë fjali arkivolin e marrëveshjes së Ohrit. Edhe kështu a them ndërkombëtarëve. Thjesht arkivoli I marrëveshjes së Ohrit është veç më I vendosur. Aty shkruan thotë, institucionet nuk kanë drejt të identifikojnë qytetarët në bazë etnike për shkak se shkelen të drejtat themelore të njerëzit. I gjithë koncepti I marrëveshjes së Ohrit është I bazuar mbi përkatësinë etnike. Badenteri është mbi përkatësinë etnike të deputetëve. Në bazë të kësaj fjalie, që veç më është vendim final I gjykatës kushtetuese, nesër parlamenti mund t'i ndalohet të identifikon deputetët në bazë etnike dhe t'i e humb badenterin. Po gjuhën, në bazë 20% të përkatësisë etnike. Flamurin në bazë 50% të përkatësisë etnike. Punësimet në bazë të domethënë, marrëveshja e Ohrit bazohet mbi konceptin e përkatësisë etnike. Gjykata kushtetuese ta mohon të drejtën institucionet të identifikojnë. Në atë moment nuk ke më marrëveshje. Kur nuk ke marrëveshje, ke vakum. E ajo hap temat, pastaj çka bëjmë më tutje? Si e vazhdojmë në këtë punë? Po, duke dashur truajmë këtë arkitekturë, ja, po e quaj se është interpretim më I ngushtë ky vendim I gjykatës kushtetuese, por nuk jam jurist, po aq e kuptoj këtë çështje se me atë fjali ata e kanë varros marrëveshjen e Ohrit. Pra, faktin që pamundësojnë deklarimin etnik të qytetarëve, që I bie që nesër deputetët nëse nuk deklarojnë përkatësinë e tyre etnike, mos të jenë pjesëmarrës në komitetin për marrëdhënie midis bashkësive dhe tjetë dikush tjetër I cili është I vëmëros dhe deklarohet. Ka ndodhur kjo në 2007 më duket, Svetlana Jakimovska kur ndron prej vleh që po ishte në kryetare kuvendit e ndryshon përkatësinë e saj etnike nga Maqedonase në Vleh në 2008 saktësisht ka ndodhur në atë periudhë. Këtu kjo është, prandaj them, nuk është kjo e rastësishme. Këtu ka një plan të ndryshohet temeli, të ndryshohet arkitektura. Nuk është kjo çështje e atij ligjit e atij nenit. Ne jemi marrë vesh për një shtëpi me kaq dhoma. Ata duan ta prishin temelin e shtëpisë dhe mënyrën e organizimit dhomave në atë shtëpi. Edhe ne flasim tash ai ligj kynen. A te çështja arkitekturës, ne duhet bëhemi bashkë. Edhe këtu jo vetëm shqiptarët bashkë, po edhe maqedonasit që e duan këtë shtet unitar. Edhe dalim të themi nuk mundeni kështu. Nuk është kjo nuk mund të jetë kjo vullneti I shumicës maqedonase, I kryeministrit ose I kujdo tjetër. Kjo është lojë me themelet e shtëpisë. Zoti Osmani, zoti Mendu tham që ishte javën e kaluar në dialog të lajmi, akuzoi liderin e BDI-s Ali Ahmeti se Tinës ka zhvilluar negociata paralele me Kristian Mickoskin, atëherë mandatar për formimin e qeverisë së re me VMRO DPMN, pra janë zhvilluar negociata
paralele në kuptimin që krahas bisedimeve që i ka zhvilluar zoti Thaçi, zoti Elmi Aziri dhe zoti Faton Ahmeti, janë zhvilluar edhe negociata direkte midis zotit Ahmeti dhe Mickoski. Jeni ndjeni për këto takime? Këta janë spekulime. Shifni, gjithë dinë që përfaqësuesi shqiptarëve në Maqedoni është Ali Ahmeti. Edhe ndërkombëtarët e dinë që telefoni për shqiptarët në Maqedoni është Ali Ahmeti. Edhe Palla Maqedonase e dinë ja thonjën e Kissingerit, thotë nëse ndodh diçka në Europë, cili numër duhet ta thirr, cili është numri, cili është telefoni. Edhe shqiptarët e kanë pas këtë mirë me BDI-n se është ditë ku është telefoni për gjithçka. Tash e dini te bleni janë 5-6 telefona, nuk di ku sheqel. Takimet që i ka kryetari Ahmeti që mund t'i ketë me Mickovskin, me cilin do, është për shkak se ai flet në mos shqiptare, pavarësisht kush është në qeveri. Ai është bartës i legjimitetit. Dhe normalisht se cili që don të dinë çka mendojnë shqiptarët, e takon Ali Ahmetin. Pas do me thonë që ato janë negociata se bën Ali Ahmeti pazare. Pra, thoni që nuk janë të vërteta, janë spekulime. Jo që janë spekulime, po janë spekulim. Edhe të nivelit tult, edhe nuk na ka hije veçanërisht kur kemi pas raporte. Shkak se në politik një gjë që më vlerësu konzistenca është koeficienti kryesor që e mba kredibilitetin e një politikani. Po i ndrove, sot kështu, nesër ashtu, pas nesër ashtu. Zoti Ahmeti shkoi në takimin e liderëve duke luajtur rolin e politikanit konstruktiv, por pas takimit tha se disa punë do t'i bisedoj sy në sy me Mickoskin, të cilin në Tubi Medini ka quajtur i rritur me gurabia dhe me keksa. Pastaj tha se vetë do ta ftoj kryeministrin, por ky takim nuk po ndodh. Ja po bëj pak një pyetje ndoshta provokative, mos takohen fshehtas Mickoski dhe Ahmeti? Dhe me u taku nuk është tragjike, po nuk ka një takim formal për këto tema. Thash për takime, se cili që do të din se çka planifikojnë shqiptarët, çka mendojnë shqiptarët, takohet me Ali Ahmetin. Ai është numri i shqiptarëve në Maqedoni. Për ndërkombëtar, jo e pat, erdh kongresmeni. Mund të ndodhë që zoti Ahmeti mund të jetë i zonë, mund të jetë shpesh. Atëherë i bie që 40 vitet i bien numrit tuaj. Me 40 vitet e fundit zoti Ahmeti nuk ka qenë i zonë asnjëherë kur ka qenë pyetje. Çdo herë ka pasur telefonin hapur. Po edhe ato telefonat e nën tokës para 99-s edhe të tjerat pas 99-s. Po, ato para 99-s dihen, po ju nuk jeni telefoni rezerv në BDI. Unë jam nën kryetari i partisë dhe bëj detyrat e mia. Po i shkoj linjës telefoni, domethënë ju nuk jeni telefoni zëvendësues. Varësisht prej temës. Nëse dikush nuk arrin te zoti Ahmeti, mund të kontaktoj juve. Arrin, po varësisht prej temës, pastaj zoti Ahmeti e transferon bashkëbiseduesin. Nëse është për politikë të jashtme, transferon te unë. Nëse është për çështje juridike, transferon te dikush tjetër. Nëse është për politikë të jashtme, transferon te ju si doktor, edhe pse jeni dëshmuar pra se e keni njohur. Po nuk ka profesion politikan, nuk ka fakultet politikan. Po, as diplomat. Po, është ka diplomat karriere të profesioneve të ndryshme. Profesioneve të ndryshme, ashtu që ajo s'ka të bëjë. Zoti Thaçi në intervistë pati edhe një prononcim tjetër, nëse mund ta ndjekim regjia, nëse mund të më ndihmoj që ta ndjekim bashkë dhe pastaj ta komentojmë. Dikush se PDSH-ja do ta mundsoj se zoti Ahmeti të shkojë në historinë e zgjedhjeve, s'kam shumë votë. Po vetë ai ka ditë se kjo ndodh. Po ai ka kuptu me vonesë. Edhe ai ka mendu se unë jam si të tjerët, që më duhet një pozitë në kalkulon më e pa deputeta ministër, por këtë gabim. Dhe kjo reflektohet me mesazhet telefonike që kam marrë në baletash, randin e dytë zgjedhjeve lokale. Nga ai
dhe nga miqë të tij dhe të miqë nga përmenat. Me dalë në fond të shtatë dhe që semat. Përgjërim dhe lutje për t'i mbështet në rondën e dytë që pa manë se shkohëm vjetoj që të vjetoj. Jeni përgjëruar, keni lutur zotin Thaçi? Njëherë Ali Ahmeti, unë e njoh sa vite e njoh, ai mesazhe nuk shkruan kur. Unë nuk Ali Ahmeti tekst nuk shkruan. Kështu që nëse gjen dikush një tekst mesazh të Ali Ahmetit, unë do nuk e di do është problem. Zoti Thaçi tha nëse dalin përgjinjëstrojnë duan nxjerrë emrat tani. Jo, mundet normalisht ne kemi bë fushat bashkë për zgjedhje prezidenciale, prandaj mua më vjen keq kur I dëgjoj këto se do të ruajmë një çfarë tash bashkë kemi mbajt fjalime, kemi bë tubime. Kam shku unë në shtab të PDSH-s, ai ka ardhur në shtab të BDI-s. Kemi pas një kauz. E tash prishen koalicionet, hajde nisim flasim kundër njëri tjetrit, mua më duket kjo e pa e këtu jam unë I motor. Për shembull përmendet Bekim Sali, kam bërë dëgjuat mua duke folur diçka. Unë flas për politikat. Ja, është edhe kjo fotografi. Unë mund të flas për politikat, ama krahas liderëve. Biseda të tipit kush kujt I ka shkruar, pse I ka shkruar, nuk mendoj që gjatë fushatës për zgjedhjet lokale, zoti Mexhiti disa herë, sepse përmendet PDSH-n, keni shkuar në shtabin e PDSH-s, disa herë ka thënë që ju para se të vini në BDI keni qenë në PDSH, keni qenë aktivist, antar student I Partisë Demokratike Shqiptare. Student kam qenë, po, e kam qenë simpatizues I PDSH-s. Ma shumë I zotit Arber Xhaferi. Pra, një politikan I cili ka pasur, po themi, një lloj ndikimi në formimin tuaj politik në ato vite studentore, po. Zoti Osmani, a jeni si parti për zgjedhjet të parakohshme parlamentare? Çfarë do të bëni që t'i impononi ato? Unë mendoj se do ketë zgjedhjet parakohshme shumë shpejt, për shkak se situata është e paqëndrueshme në gjitha frontet. Shumë shpejt ai bie në prill të vitit të ardhshëm? Çështje muajsh. Edhe në prill po t'jem prapë është çështje muajsh. Për shkak se është e paqëndrueshme. Njëherë është qeveri pa shqiptar nëse folim me konceptin e demokracisë konstitutive. E dyta është qeveri e bllokuar në gjitha aspektet. Domethënë në konflikt me gjithë fqinjt. Në jashtë radarit të Bashkimit Evropian, fare nuk përmendet ma si shpresë nuk përmendet. Ekonomikisht është në gjendje katastrofale, domethënë diku 1 miliard euro është ajo mungesa e mjeteve financiare për të mbuluar funksionet bazike të buxhetit. Edhe kjo mbahet me zor, mbahet me deklarata të cilat mbajnë atë interesin ose si them, deklarata emotive ndaj çështja e bullgarëve, shqiptarët, këta për të defokusuar opinionin nga vështirësitë e funksionimit të shtetit. Shteti është jo funksional totalisht. Domethënë kur ju mungojnë ju 1 miliard euro, kur keni inflacion ose rritje të çmimeve të cilat janë bërë pa përballueshme për njerëzit dhe nuk mundeni tu dilni ndik me ndjekjen që rrogat ndjekin atë inflacion. Kur nuk keni shpresë për investitorët e huaj, është hera e parë prej kur ka nis projekti I investitorëve të huaj në vitin 2010, për herë të parë 2 investitorë ikin prej Maqedonisë. Ato 2 investitorë amerikanë. Çka mendoni ju kur investitorët tjerë punën e parë pyesin si është gjendja mi? Kur dëgjojnë ata që ikin investitorë, ju mendoni se do vinë? Do vinë investitor nëse e dinë që nuk ka perspektivë për integrim Bashkimin Evropian. Dhe kjo fillon një cikël vicioz, ku temat etnike fillojnë dalin sipërfaqe, ku ekonomia fillon të hynë në vorbullën e vetë të ngatrimit, edhe atë mund të ndërprejnë vetëm një cikël zgjedhor I cili mund të jep një shpresë të re. Ndryshe shkon duke ngulfat dhe duke e ngulfat vetë qeverinë edhe partitë që janë
në qeveri. Zoti Osmani, politikanët që vinë në këtë studio i pyesim për pasurinë e tyre, për pasurinë që deklarojnë, por edhe për pasurinë që mund ta thonë në kuadër të këtij emisioni. Sa i pasur jeni, sepse ju e dini se për politikanët fatkeqësisht ekziston një lloj paragjykimi se janë shumë të pasur. Kisha me një intervistë para zgjedhjeve, u bë ajo virale, thash po të më vonohet rroga një muaj, duhet të hyjnë borxh. Edhe ata e bën spin kinse mua nuk më del rroga. Realisht rroga e kirurgut është më e madhe se rroga e ministrit. Mund tash e kam rrogën më të madhe se sa e kam pas si ministër. Mirë po, njerëzit ju vije interesant kur ju them që edhe pse jam atë gjatë kohë në politikë, kam qenë 10 vite në qeveri, në pozicione të larta, unë nuk kam asnjë burim. Ndoshta edhe nuk ju besojnë. Edhe nuk besojnë, se nuk kam asnjë burim tjetër përveç rrogës që e marr çdo 10 të muajit. Edhe po u vonua ajo rrogë, unë duhet gjindem disi. Njerëzit nuk e besojnë. Po e beson familja ime e cila jeton me, edhe pse nuk kanë kohën për madhësinë e rrogës. Rroga e një kirurgu sot është më e madhe se rroga është mbi 2000 euro, sepse rroga e ministrit është 2000 euro. Edhe deri në 3000 mbrin, varësisht prej kujdestarive, sa kujdestari keni, po mbrin edhe deri. Rruga e një kirurgu në Maqedoninë e Veriut arrin në klinik deri në 3000 euro. Arrin edhe deri në 3000 euro. Mirë po, për shkak se unë jam politikan i tillë që politikën e shoh ndryshe, nuk kam krijuar ndonjë burim alternativ të financimit, qof një biznes privat, qof një çfarë do burimi tjetër që mund të jetë 1 euro ndonjë kompani, ndonjë Jo, fare. Consulting. Jo. Kam një shoqat, kam regjistruar një shoqat si qendër për politikë europiane, që quhet Prespa Forum Dialogue, për shkak se nëse ju kujtohet ky organizimi vjetor PFD që mbanim në Ohër u shndrua në një prej evenimenteve më të rëndësishme ku vinin kryeministra dhe politikanë nga gjithë bota. Unë shpresova se Ministria e Jashtme do e vazhdon, edhe prandaj e shndrova në qendër për politikë europiane, po nuk e kam aktivizuar, ajo është thjesht për si organizatë jo qeveritare që ndoshta në të ardhmen. Që i bie vila pranë detit, male, vetura të shtrenjta. Domethënë vetmin burim të financimit për mua dhe familjen time e kam rrogën e mjekut. Është mund thonë njerëzit, po këtë sakrificë, këtë sfidë, pse nuk ju përkushtove kirurgjisë? Sigurisht se do isha edhe më mirë se sa, po unë jam krenar me fillimisht falenderues për përgjegjësitë që më janë dhënë. Nuk është punë e vogël të jesh ministri i parë i jashtëm shqiptar. Kam qenë krye negociatori i parë me Bashkimin Evropian. Kam qenë ministër i shëndetësisë në moshën 28 vjeçare, do të thënë moshë goxha e re për një pozitë të tillë. Edhe jam krenar që jam përkushtu fillimisht gjithçka nga qenia ime për të lënë diçka më mirë. Si ministër i jashtëm, kur keni shkuar jashtë vendit, a keni aranjuar hotele të shtrenjta luksoze, keni udhëtuar me klasë të lartë të aeroplanëve, sepse që keni ngrënë sanduiçe kemi parë në për aeroporte që keni dalë në fotografi me sanduiçe. Çka të thush, nuk njerëzit nuk besojnë, po kabineti im kabineti im gjithmonë është ankuar se ka ministra, për shembull unë kam parë edhe ministra të tjerë. Nëse konferenca është të martën, ata vinë prej shtunës, rrinë deri unë kam shkuar deri të shtunën e ardhshme. Unë kam shkuar në Tokyo, kam ndetë një natë, prej në Tokyo në Washington, vetëm një natë, edhe jam kthy në Shkup për shkak se kemi vazhduar negociatat. I bie kjo që se ke pa Tokyon fare, që do të thotë se ajo është thjesht nuk është njerëzore, thjesht nuk është humane, edhe për ekipin tim, por unë natyrën e kam pas tillë që nuk
nuk jam liruar në këtë aspekt, edhe nuk kam lejuar një kafe më tepër të pijet, ajo ta bën edhe eksperjenca. Se sot me një qeveri që ka aq urrejtje, edhe ndaj meje personal. Pas ke marrë në qafë edhe anëtarët e kabinetit. Po, sot edhe anëtarët e kabinetit janë rahat në një mënyrë se kur ke një qeveri e cila është aq hakmarrëse, do të gjenjë edhe te numri sa kafe ke pi. Ke që kuptohem, nuk e pata idenë që nuk keni bërë mirë, që nuk keni dhënë hapësirë të madhe anëtarëve të kabinetit, por ndonjëherë kjo praktik në një farë mënyrë u ashton barën anëtarëve të kabinetit, duke qenë një restriktiv në shpenzimet financiare, dhe ata është dashur nga rrugat e tyre, supozoj jo shumë të mëdha, të harxojnë edhe mjetet për udhëtimet zyrtare. Në këtë kontekst e pata. Nuk kam leju që të habiten, të lirohen dhe ta shohin mjetet buxhetore si diçka që mund t'i harxojnë sa dojnë, po si diçka që është sikur të jetë prej xhepit tyre, ashtu ta trajtojnë buxhetin e shtetit. E keni legalizuar shtëpinë tuaj, sepse në zgjedhjet lokale në fushat zoti Izet Mexhiti arsyetohej se nuk e ka zbatuar ligjin e legalizimit, duke u bërë juve favore personale, sepse këtu kishte një kontradikt. Domethënë, ai arsyetohej se nuk e ka zbatuar ligjin e legalizimit, ndërkohë që thoshte që ju ka bërë po themi një lloj koncesioni juve personalisht si ish bashkëpartiak. Izet Mexhiti është krijuesi i ndërtimeve të egra në Çajir, ideatori, ai i cili e ka shkatruar Çajirin me ndërtime pa leje, kurse vetë ka dalë të jeton në Butel dhe udhëheq komunën për një komunë tjetër. Domethënë sa jo etike është njëherë që qytetarët tuaj ti nënshtroni ndërtimeve pa asnjë plan, t'ju rrinë ndërtesat mbi kokë, pa asnjë siguri, qoftë seizmike, qoftë çfarëdo lloji tjetër, kurse vetë jetoni në rahatinë e shtëpisë tuaj në Butel. Dhe nuk ka asnjë drejt të komenton për çështjen e legalizimeve. Unë nuk kam shtëpi timen, kam të prindit i cili e ka legalizuar derisa ka qenë gjallë, ashtu që ende nuk është edhe trashëguar te 5 fëmijët që jemi, për shkak se ai ka ndru jetë. Ju jeni 5 fëmijë. Po, unë keni një vëlla e një. Unë jam fëmiu i më i vogël, domethënë i 5, dhe ajo shtëpi është ende në emër të babas ndjer, dhe pastaj do duhet, ashtu që ishte edhe e pandershme që të përmendet një herë ajo si shtëpia e babas ndjer, dhe kush nga njeriu i cili thash ka rënduar mbi jetën e 10 mijëra qytetarëve të Çajirit për një interes financiar të tij ose të rrethit të tij. Zoti Osmani, unë tash, siç u thash, jemi moti në profesione ndonse të ndryshme, po i bëj gati se 30 vite në gazetari, dhe po të më pyeste pas zgjedhjeve lokale, dikush sa duhet të vazhdonte Bujar Osmani në politik, pas një dyshim do t'i thoja po. Me që ja, ju kam para, po u a them edhe drejt për drejt, u a kam thënë miqve të mi, kolegëve, gazetar, jo gazetar, profesorëve me të cilët komunikoje kështu me radhë. Por në politik vlen rregulli që humbsi merr përgjegjësinë. Ju i humbët zgjedhjet lokale në Çajir. Unë isha 2 herë në zgjedhje brenda një viti. Isha 2014 kandidat për president në gjithë territorin e Republikës, edhe mora diku rreth 130.000 vota, që në një mënyrë ishte legjitimim edhe i kandidaturës time, edhe i profilit tim politik. Në Çajir, edin, kemi humbur prej VMRO DPMNE-s, nuk kemi humbur prej Vlenit. Mirë po unë, nëse e dini, kam dalë shumë shpejt me reagim, se doja ta normalizoj kontest, atë debatin, garën politike, dhe dola me njëherë, pranova rezultatin, urova. Përmbyllët procesi. Përmbylla për shkak se doja edhe të rive të se të miren me politikë, që të mësohen me një standard të ri të politikë bërjes.
Mirë, po gjithë e din që ka pas inxhinjering politik, që atë dallime ka bë votuesi i VMRO DPMNE-s, pavarësisht edhe ai është votuesi, që nuk them se është bërë kështu ose ashtu. Mirë, po legitimiteti është marrë në zgjedhje prezidenciale me një dallim thelbësor dhe me një mandat për 130.000 votave shqiptare që mua më jep në një mënyrë mesazh për mendimin e tyre. Këtë që do ta them tani është një lloj sekuence historike që ka të bëj me të kaluarën politike të shqiptarëve. Muhamet Halili ishte deputet, e dini, ka qenë njëri po ashtu si ju, njëri nga aktorët kryesor politik të kohës, sidomos para vitit 2001, por edhe pas vitit 2001, tregonte në një intervistë këtu te Lajmi me kolegun Naser Selmani se para formimit të Partisë së Prosperitetit Demokratike kishte takuar profesori Havzi Mehmeti, i cili po ashtu është një ish politikan i njohur nga Tetova, dhe kishte njoftuar se punët e partisë po shkojnë mirë, por liderin s'mund ta gjejnë. Zoti Halili u kishte thënë që liderin e keni aty, por nuk e shihni, kishte thënë për Nevzat Halilin. BDI-ja e ka liderin, ja, ju jeni në foto këtu. Me siguri kjo është foto e vitit 2001 në Shipkovic, por ai një ditë duhet të largohet, kam fjalën për zotin Ahmeti, sepse nuk besojmë se do ta kopjoj Sali Berishën. Zoti Osmani, jeni nën kryetari i BDI-s, a do të bëheni kryetari i BDI-s? Mendoj që kjo nuk është temë aktuale. BDI-ja ka kryetar të sapo zgjedhur. Unë mendoj që roli Ali Ahmetit veçanërisht është i rëndësishëm tash në këto momente kur po sfidohet ajo arkitekturë për cilën fola. Zoti Ahmeti nuk është vetëm kryetar partije. Ai është edhe udhëheqës një misioni që bashkon bashk njerëz që edhe mund mos të jenë BDI, po një inspiruesi, një ideje të barazisë së shqiptarëve këtu. Edhe mendoj që roli i tij, derisa ka shëndet edhe mundësi me ndihmu veçanërisht në kohë kur po sfidohet, është absolutisht pa alternativë. Para se tua bëj pyetjen, dhe kur e mendova këtë pyetje, natyrisht se supozova një përgjigje të tillë, dhe besoj se do na e fal zoti Ahmeti këtë diskutim që bëjmë për pozicionin e liderit, sepse nuk është qëllim keq, është në drejtim të hapjes, hapësirës për lider të rinj. Dhe mendova që do të thoni se derisa tjetë zoti Ahmeti nuk mendoni për këtë pozicion. Por pyetja është nëse imponohet nevoja. Ja ta zëmë se edhe zoti Ahmeti do të pajtohet që ju t'jeni njëri nga udhëheqësit e ardhshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. A jeni ju i gatshëm sot, po them, nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër, sot po them nëse flasim pra për një lloj parashikimi, a jeni i gatshëm që në të ardhmen t'jeni në balë të BDI-s? Nuk mendoj se ndihmon as debatin politik, as pretendime ose mënyra të tilla të përcaktimit, të trashëguesit. BDI është parti demokratike. Ju e shihni tash bëjmë organizimin e degëve, në degët zgjidhen nëpër kuvende. Për dallim nga i shihni këta të Vlenit nuk kanë as kryetar, as nën kryetar, as në degë. Si s'kan kryetar të Vlenit, dy i kanë. Dy i kanë sakt. Flas partitë të cilet nuk janë shkrira ende kanë mbet partitë regjistruar me LD Besa. Vetëm formale e kanë këtë çështjen e koalicionit Vlen. Mirë, po ja merreni këtë LD-n. Nuk ka as deg, as nën kryetar, as sekretar, nuk kanë asnjë strukturë. BDI-ja në nivel nën dege ka kuvend, ka këshill mbikëqyrës, ka komitet veteranëve, ka procedura. Edhe paramendoni kur për një kryetar nën dege duhet mblidhet kuvendi, ta verifikon komisioni verifikues, ta mbikëqyr komisioni mbikëqyrës. Paramendoni për kryetarin e partisë. Ashtu që ajo është një organizim. Osmani, emisioni e ka emrin Dialog, për e ka prapachtesën të Lajmi.
dhe neve na duhet lajmi. Lajmi është se Nëse ka Ali nevojë Ahmeti është lider i pakontestueshëm i cili tash i nevojitet shqiptarëve për të mbrojtur arkitekturën e barazisë në vend. Tash jemi në mision, unë nuk mendoj që bile organizimit politik janë tash partijake. Duhet mobilizim gjithkombëtar, Ali Ahmeti duhet na prind edhe ta ruajmë arkitekturën e barazisë të cilët dikush me gjak e ka ndihmuar për ta arritur. Mbetet një pyetje për cilën do të kërkojmë përgjigje në të ardhmen. Zoti Osmani, këtu është fundi i emisionit Dialog të Lajmi, nuk po them podcast, pra është edhe fundi i këtij sezoni. Ju falenderoj shumë që ishit, besoj ishte bashkëbisedim i hapur dhe shpresoj edhe konstruktiv. A do të bëni podcaste në të ardhmen, sepse keni pasur një podcast me emrin informale. Ende e kam, po nuk e kam mbajtur periudhën që për shkak se jam i angazhuar me organizimin e brendshëm partijak, mirë po mendoj në të ardhmen dua të bëj të vazhdoj, për shkak se është mundësi e mirë për të trajtuar tema të ndryshme me njerëz të proviniencave të ndryshme që nuk janë të hyjnë rolin tuaj si gazetar, për thjesht brenda partisë të bisedojmë për tema që qytetarët shohin se si mendon partia për tema të ndryshme. Pra, do të shohim edhe më tej edhe në rolin e debatuesit apo drejtuesit të një podcasti, po themi. Shpresoj do jeni musafiri imi që tu hakmiren për sot. Vetëm me atë që ju nuk keni të drejtë më pyesni se a mund të bëjmë lideri ndonjë partie politike, për pyetje tjera natyrisht që qëndroj i hapur dhe ja po e them publikisht që po të ftonit sigurisht që do të marr pjesë, sepse ju u dakorduat me të parën që të jeni në këtë emision dhe unë i vlerësoj politikanët transparent dhe politikanët që nuk kanë asnjë lloj droje nga pyetjet sado që mund duken në shikim të parë të vështira apo tronda. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, në fund ju falenderoj me përulësi për mbështetjen që i keni dhënë emisionit dhe mua gjatë gjithë sezonit. Ju falenderoj secilin nga për çdo vlerësim, por edhe për çdo kritik. Ju gjatë kësaj periudhe pra më keni dhënë shumë mbështetje, siç më keni dhënë edhe gjatë gjithë 3 dekadave sa jam në hapësirën publike dhe unë e ndjej veten borxhli ndaj jush. Përgjegjësim publike intelektuale do të mundohem ta jetësoj duke u angazhuar për 2 çështje, lirinë e shprehjes dhe për të vërtetën shqiptare. Shihemi në të ardhmen.